dashur Tonin, nëse kjo letër ka arritur tek ti, do të thotë se Zoti më ka falur një dëshirë të fundit, nëse ende mban syt mbi Shqipërinë. Nuk e di nëse ke menduar se unë kam vdekur. Ndoshta kjo do të kishte qenë më lehtë. Letra jote që mora vetëm para disa muajsh më dha shpresë të re se do të shoh përsëri. Më shtoi vite jetën. Nuk di nga t'ja filloj. Kam menduar për këtë letër me mira herë, ndërsa thyja gur, koditesha me gjak dhe dëgjoja burra që ulurinin në errësirë, e shkruaja dhe rishkruaja në mendje. Por edhe tani fjalët më duken tepër të vogla. Duhet të dish se nuk kam fajsuar kurrë, apo të paktën nuk duhet të kisha fajsuar. Disa ditë pas largimit tënd, më nxore nga malet, hysa duhet na ketë parë bashkë. Ti ndoshta nuk e dije. E goditën babain, ja shqyrën flokët nënës, të dy vdiqën në dhimbje. Unë nuk thash asgjë. Askur më thyen gishtat e kockat. Në atë orë të gjata dhimbjeje, kur më rrihnin e më mallkonin, e mendja më humbiste të urreva. Të urreva për atë natë që ishe me mua dhe të fajsova. Por e vërteta është se urrejtja vetëm që mbaja ato ndjesi në zemër. Dhe në mendjen më të paimagjinueshme, si mund të fajsoj aty. Zoti të dha një jetë për qenë i lirë dhe t'ju nise. Për këtë arsye, e lash Zotin të udhëhiqte jashtë këtij vendi të mallkuar. Më fal, sepse kam gatuar. Kur këto mendime më tërhiqen dhe të fajsoja, e mallkoja vetëm. Sepse nuk fajsoja ty, por fatin tim dhe mallkimin e këtij vendi në këtë regjim të tmerrshëm. Që unë beta pas, që fati nuk më ndeshi të vrapoja bashkë me ty. Kjo është ajo që kam fajsuar atëherë dhe fajsoj dhe veten sot. Të paktën ato çaste ku kam qenë në paqe dhe mendja më pushoi nga dhimbja. Nuk të fajsoj dhe gëzohem që shpëtova. Dikush duhet ta bënte. Ti bëre zgjidhjen më të mirë që kishe. E mbrojte familjen tënde, u dhe jetë atyre. Gjatë gjithë kësaj kohe kam menduar për ty dhe pata mjaft kohë për ta bërë. 28 vjet mjerim. Jo sepse ti u arratise, por sepse më kujtoje se ekzistonte një botë jashtë kafazit të telave me gjëma. Një botë me ajër, me lumej, me dritë. Tani më kanë lënë të lirë, por nuk më ka mbetur shumë prej teje për të lënë. Vendi ku jetoj nuk është më ai që mbaj mend nga ditët tona. Të gjithë ata që kanë dashur ose janë vdekur ose kanë humbur. Por unë, jeta, sa të shkruaj këtë, ti ishe vllai im Tonin. Nëse po e lexon këtë letër dhe më kujton, atëherë nuk ka qenë në kot. Më kujtohet ajo natë kur më vure kryqin në dorë. E gjeta mënyrën për të mbajtur për vete gjithë këto vite, edhe në qeli, edhe në nën tokë, aty ku s'kishte as Zot, as kohë. E kam mende. 35 vjet e mbajta fshehur në qepenin e pallës time. Nuk të thash kur lam të mirë. Prandaj të lutem, e jam takon fshatin ton, në i ball, aty ku ishim djeme pastaj u bën burra. Jam kthyer në shtëpinë e babait. Gjërat nuk janë më si dikur pa ty. Dhe nëse gjithçka duket e kthyer, mund të vish dhe të bësh mirë. Jam e njohës që ende di si duket qielli. Marku, vllai yt priet. Brenga Pashkot Samaj. Të dashur vëllezër motra, të nderuar bashkëdhetar, fort i dashur, shumë i nderuar dhe respektuar famulljtari Don Pjetër Popaj, me njohje për jetë që na nderon jo vetëm me këto organizime mallshtore, por që jep një kontribut të çmuar për harmoninë fetare, për mirëqenien shpirtërore, intelektuale të komunitetit tonë, me njohje që ke qenë një derë gjithmonë e hapur dhe ke bashkëpunuar në mënyrë më të afërt dhe më të shkëlqyer me Federatën Vatra, por me çdo aktor dhe me çdo atletar e aktivist të komunitetit tonë. Kam nderin që promovimin e veprës brënga, një vepër për dignitetin, për qëndresën, për moralin, për guximin, një vepër memorial për viktimat e regjimit komunist në Shqipëri. Kjo vepër, fal shtëpisë botuese Onufri
dhe miku të shqiptarëve të Amerikës, miku tonë dhe miku të Vatrës, Zoti Bujar Hudri, erdhi në dritë si një dëshmi për një kohë që nuk duhet harruar, një dëshmi që nuk kërkon hakmarrje, por kërkon shpresë, kërkon dashuri, kërkon falje, kërkon dhe guxim. Prandaj faleminderit shtëpisë botuese në Ufri Vatrës dhe mbi gjitha domjet e popajt me qendrën kulturore në Ndreza. Fjala për ju. Vërtet është një kënaqësi kur shoh një numër të madh që keni ardhur për promovimin e këtij librit. E herë të falenderoj Dr. Pashko Camaj për i herë palëshmëninë e tij e gjithmonë apena e tij e artë që shkruan bukur. E për sot një mbledh për një person një herë që vërtet e ka bërë dëshminë e vet, jo vetëm në këtë libër që të bëhet kjo edhe legjërues që kanë për ta dhënë dëshminë e tyre edhe më thellë. Por unë jam një dëshmitar edhe një histori të tillë për, si më thanë, një person e dëshmitar që e kam pa prej fëminisë teme këto në kishën tonë të në Mirakaj që e kanë gjithmonë shtyllë e fortë e kishës tonë, preza në fillë saj. Nuk po thot meja se kjo kishë do t'ishte sot këto, pa animin e tij, sikur se dini edhe ju vetë. Sa sakrifica vujtje që i ka përcyer në jetën e tij, por sidomos edhe kur kemi fillu ndërtimin e kësaj kishe, e kanë gjithmonë i gatshëm me krah i djathtë i familjes tonë. Është një njeri i jashtëzakonshëm që nuk mundet për mu harru kurrë, as nuk mundet kush për meja në nëshmu veprën e tij, se a kanë gjithmonë si një njeri ndaç fetar, ndaç kombëtar, ndaç familjar, ndaç një njeri shembullor, gjithmonë ka qenë, është dhe inshallah Zoti edhe më shumë vite tjera. Por ky libër është një prej atyre librave sa herë që kem ne me Toninin e kem dëgjuar dhe historinë e tij edhe vujtjet e tij me kalu, sikurse edhe shumë shqiptarë që janë erratisë kanë lanë me lindjen e vet, jo prej dëshirës, po prej se s'ka më bati dërgjane, në vetëm me ik për aty pare. Në vërtetën edhe sot në Shqipëni e ke njerëzit e ka janë pothuajse tepër pjek, kishe me thanë, se jo vetëm se me thanë se kanë kalu një regjimit, për janë njerëz që janë kënë regjën me atë regjim e din mirë se herët avon pa kriju në moskënësi nuk ka halës dërmanë, si është e shprehja. Por edhe të rritet që i kemi në Shqipëni, tanë këshyri vetën me ikë, për atë pare për arsye se nuk e ka në atë siguri. Edhe ka në edhe arsye për arsye se për gjysëm shekullit, se jo vetën për disa vite, ka një regjim që kanë në rivën ai Luciferi, dijes si ka shku në men sa herë edhe Dom Simon Jubani pas dritë, thote, kur ka vdek, thote, diktatori Enver Hoxha, thote, edhe Luciferi a që me elshu ka rigën, i ka thonë se qka t'ka shku ty në men, as mus m'ka shku në men me amu njerëzve. Shumë e vërdet. Qka ka hjek populli jonë shqiptar, edhe në dim se në kur jemi kemë të okupum prej tjerve, kemi hjek keq, merët vesht. Por, kur e kemi marrë në ndorë, edhe që thotë Dom Simoni gjithmonë, thotë kur e murë me në ndorë, thotë e shkatru me krejtë, edhe aja që ka metë. E një prej dëshmive që jam i sigur se edhe zotni tonë Miraka e vetë të flasin për, janë edhe libri që ka folaq bukur, ka të reguat si të mas historinë e anërës që ka pa prej nanës e tij, që i ka të regu se edhe në cilë rrugë ku keme shku e kryqe që i ka pa në gjithë ato, çdo gjanë që ka pa në atë vegim është edhe aplotsu në jetën e tij. Kudo që i ka shku, gjithmonë ata i kanë edhe kujtesat e kësaj vegime. E lutim Zotin i herën për popullin tonë të vujtën shqiptar që ka vujt gjithmonë. Edhe nuk ka një popull tjetër në botë që ka vujt ma tepër se populli jonë. Edhe kush do të lante venin e vetë, komoditetin e gjitha ta bumi pa pas, por si kemi pas. E unë më në thanë si kemi pas për arsye se edhe na që kemi lind jashtë të kufinit të Shqipënis, edhe na kemi pa, për shemë Konrov,
atje të vujt, se si kanë vujt populli jonë shqiptar, besa që asot s'mon me fol pa emocione që kanë vujt populli jonë. Me thonë që janë gjana që në s'mon në kur për me kuptu. Pranej këto të bime nuk janë vetëm sa një kujtim e një personit, ose për është një histori e popullit tonë që vujtën gjithmonë. Do me thënë, kushdo që ka kanë vetëm, sikur se po thuaj se në botën e sotme që është rana trajtohet si e vërteta si ranë. Është kja prej komunistit, prej ateistit, prej njerëzve që s'kanë baj me Zotin, gjithmonë mënohen për me i shtrëmnu gjanat. Kush ma tepe pra se personat e tillë, sikur se që e kemi dëshmi dhe falenderojmë Zotin që e kemi edhe sot dëshmitar të gjallë, kjo e familja ti që janë pranishëm këto sot. Jam i sigur se do të kaloni një kohë shumë të këndshme, po dhe jam i sigur se çdo njani për jush gjana që kanë mu theksu këto në këtë të bim, edhe nuk kanë me kanë vetëm sa gjana kujtes që do t'i mani men, po gjana që i keni majt men, edhe gjana që i kemi përjetu gjithë vujtjet e popullit tonë shqiptar. Zoti e bën pra që i herët kaloni mirë, falenderojmë edhe doktor Pashko Camaj për shkrim aq të bukur, edhe është Zoti që edhe shqiptarët fillojnë për me shkru pak ma tepër, i menë se sot kemi ma tepër shkrimtarë se sa lexonjës, por me gjithatë është mirë që me pas shkrime se skripset manët që kanë thënë gjithmonë, shkrimi me fjalë ti marr era, por të ku është ma kënaqësia ma madhe është se këto shkrime nuk janë vetëm me kujtesa, por janë me dëshmi. Sot e kemi pra këto të pranishëm dëshmitarin e kësaj historie. Zoti u bekoft, kaloshe mirë, tënin, thank you, Dr. Pashko, falënderit. Zoti u bekoft. Faleminderit Don Pjetër për kushtimin, për shembullin dhe mbi gjitha për ndihmën e jashtëzakonshme, qoftë klerikale, shpirtërore, kulturore, patriotike dhe kombëtare. Mirënjohje për jetë. Tani të dashur dhe zërë motra, filloj me kumtuesin e parë, do të jetë poetja Lulieta dhe Shanaku, të cilin e ftoj para. Duke ardhur nga një familje politike, domethënë një nga familjet e ndoshta nga më të persekutuarat e regjimit komunist, por edhe për shkak të punës time 11 vjeçare në Institutin e Studimeve të Krimeve të Komunizmit në Shqipëri, librat, botimet, cilat kishin si temë, si subjekt krimet e komunizmit në Shqipëri, le themi nuk ishin më zgjedhja ime e parë, duke menduar që nuk është se kam shumë për të mësuar për të, di po thuaj se gjithçka. Se është njësoj sikur të merresh me një ferm viçash dhe kur shkon në restoran, porosiet një pjatë me mish viçi. Vërtet, libri Romani Brenga i Zotit Camaj më habiti, edhe më dha me kuptuar që vërtet ka shumë për me mësua akoma. Unë do të përpiqem shkurtimisht të rendiz disa element që nga perspektiva ime, ku përzihen ajo e një mbijetuarit komunizmit, e një studiusi, si shqiptash në institut, dhe një shkrimtari e bëjnë të dallueshme si vepër. Romani Brenga i Zotit Camaj është një provë për rëndësinë e qëndrueshme që fiton një ngjarje historike përmes rrëfimit letrar. Dhe se si në letërsi, më shumë rëndësi se çfarë ka si. Se si rrëfimi letrar e rivitalizon ngjarjen, se si letërsia është lajm edhe kur nuk është lajm. Një shkrimtar i mirë e nuhat më njëherë me intuit kur një ngjarje ka peshë për një roman. Nuk ka ngjarje të mëdha dhe ngjarje të vogla, por ka ngjarje që mbartin ose jo potencial historik dhe emocional, intrig dhe sidomos një peshë universale, siç është edhe subjekti i këtij romani, i cili përtej një krimi në regjimin komunist ngre dilema filozofike mbi lirinë në raport me moralin. Aventura më e madhe e shkruarit të këtij romani është raporti delikat midis faktit dhe fiksionit. Shkrimtari ka zgjedhur të tregojë një ngjarje reale, me karaktere dhe një protagonist real, që për fat është akoma gjallë dhe që sot e kemi midis nesh, Zoti Tonin Mirakaj.
Jo vetëm që i gjithë narracionin ndjek një linjë tashmë të përcaktuar, që është historia e tij arratisjes dhe pasojat që kjo la pas, por ai ndjek po me kaq besnikëri edhe referencat historike, siç janë burgjet e Burrelit dhe të Spaqit, revolta e Spaqit, kampet e refugjatëve në ish Jugosllavi, kampin e refugjatëve në Trieste e tjerë. Dhe deri edhe referencat gjeografike me një përshkrim të saktë të terrenit, siç është për shembull episodi i Arratisë. Sikur të mos mjaftonte kjo, për arsye etike më shumë se sa për t'i dhënë besueshmëri subjektit, romani i paraprit një prolog i njohjes me Zotin Mirakaj dhe gjithë historia e tij e rrëfyer me pak fjalë. Pra ne dim a priori akoma pa i lexuar romanin se çfarë ndodh dhe se cili është fundi i historisë. Atëherë si do ta mbash kurreshin lexuesit gjallë për të lexuar deri në fund një histori, cilën tashmë ai e din vija të përgjithshme. Kjo përbën një nga zgjedhjet më të rrezikshme konceptuale, por autori ja ka dalë që të shndërrojë përvojën historike në histori njerëzore, duke i mundësu audiencës të përjetojë ngjarjet në vend që të thjesht mësoj prej tyre. Dhe çudia më e madhe është që vetë Zoti Camaj është shqiptar i Malitzi, ndërkohë që pjesa më e madhe e subjektit, vendet që u thash të vujtjes në Shqipëri, janë një botë pothuajse e panjohur për te. Së pari, përmes strukturës narrative, ka disa mënyra dhe perspektiva për ta rrëfyer një histori. Zgjedhja e rrëfimit përmes dy linjave lineare paralele, të fatit Toninit nga njëra anë dhe të Markut deri diku të imagjinuar nga ana tjetër, të sinkronizuar në kohë midis tyre, por të izoluar nga njëra tjetra, njëra drejt shlirimit përfundimtar dhe tjetra drejt rënimit, si dy korsi që shkojnë në dy drejtime të ndryshme, në dy drejtime të kundërta në autostradë, krijon mundësinë e zhvillimit psikologjik të karaktereve në përballje me dy realitete ndryshme dhe një tension në rritje që vjen duke thelluar konfliktin dhe dramacitetin e ngjarjes. Kur një përvojë përsëritet respektivisht, sado e dhimbshme, ai shndërrohet në normë, në klishe. Të tilla janë përvojat në hetusi, burgje dhe kampet e punës në regjimin komunist apo dhuna në kufi. Kjo është edhe arsye sepse gjatë marrjes së dëshmive të mbijetuarve, gjatë punës sime në Institutin e Krimeve të Komunizmit, dëshmuesit zakonisht e konsumonin shkurt këtë moment me 5 fjalë, edhe pse mund të ishte ndoshta periudha më e dhimbshme dhe mund të ketë zgjatur më shumë vite në jetën e tyre. Në romanin për cilin po flasim, autori arrin të shmang klishet përmes personalizimit situatave, detajeve, monologut brendshëm, episodeve shoqëruese apo karaktereve episodik, siç është për shembull Ymeri në mal apo Petro në burgun e Burrelit dhe të Spaqit. Autori diku do dalë. Ai ja del të menaxhojë mjeshtrisht dramacitetin nga njëri kapitull në tjetrin, duke lënë për në fund shkarkimin, klimaksin, ritakimin e dy shokëve si përballje e dy epokave. Ky është një nga episodet më emocionues që mua gati më la pa frym kur e lexova. Ky roman nuk është thjesht një roman mbi komunizmin përgjithësi, por mbi një aspekt shumë specifik që është për ndjekje e bazuar në linjën e gjakut, klasës dhe lidhjeve shoqërore në regjimet komuniste. E thënë ndryshe, është vrasja përmes dashurisë, forma më diabolike e atij regjimi. Lokalizimi tematik i jep mundësi autorit, kohë dhe hapësirë, zhvilloj me hollësi dramën psikologjike. Ngjarja me pak fjalë përmlidhet, Tonini dhe Marku, dy shokë të ngushtë, takojnë një natë para arratisjes së Toninit, gjë për cilën Marku, megjithëse nuk kishte dieni për planin e shokut, arrestohet dhe kalon pjesën më të madhe të jetës në burg. Vetë ngjarja është kaq absurde, projekson një realiteti absurd dhe të pabesueshëm. Të dy djemtë janë të pafajshëm, të dy viktima që bëhen pjesë i një konflikti absurd. Marku që i rënohet jeta dhe familja për shkak të arratisjes së shokut, dhe Tonini që nuk arrin të shijojë lirinë edhe kur është i lirë, për shkak të ndjesisë faj që shoqëron gjithë jetën. Mesazhi i veprës vjen i qartë. Liria jote mbaron atje ku fillon liria e tjetrit. Orientimi tematik i historisë thellësi dhe rezonancë, duke lidhur rrëfimin, përvojat individuale me reflektimin mbi jetën njerëzore në përgjithësi.
tek e veçanta qëndron Universalia. Mjafton të ndjekim gjithë konfliktin e brendshëm të Markut, për shembull i cili kalon nga befasia tek tronditja, tek fajsimi i shokut, tek humbja e besimit tek njeriu dhe tek Zoti, e deri tek pranimi dhe paqja me rrethanat e të shkuarën. Ky proces reflektimi i ka përcen kufijtë e absurditetit komunist, në atë të njeriut si viktimë rrethanave, duke bërë audiencën të reflektojë mbi jetën dhe shoqërinë përgjithësi. Ky roman, ndër tjera, na ndihmon për të njohur e kuptuar një realitet pothuajse të panjohur deri tani nga këndvështrimi historik, që është ai i kampeve të refugjatëve në ish Jugosllavi, aktiviteti të UDB-s dhe roli të Kombeve të Bashkuara në fatin e refugjatëve. Dhe e fundit, përmbi të gjitha, ai na ndihmon për të kuptuar brengën e madhe të gjyshrëve dhe baballarëve tanë, të cilët u detyruan të braktisnin adeun si emigrant politik, duke lënë pas familje dhe të afërmit të tyre, miqtë e tyre, të cilët ju nështruan një kalvarit pa shembull vuajtjesh në kampe dhe burgje për 47 vjet me radhë. Pa dyshim që ata nuk kanë bërë asnjë një ditë mirë, edhe pse në një vend të lirë. Faleminderit. Faleminderit e nderuar poete Julieta Adeshanaku, me njohje për këtë analizë të hollësishme të personazheve të librit, por mbi gjithatë një raporti që këto personazhe krijojnë me kohën dhe kujtesën kombëtare. Tani të dashur vëllezër motra, kam kënaqësinë që të ftoj për fjalën e rastit kryetarin e Federatës Vatra, doktor Elmi Berisha. Pranishëm zonja dhe zotërin, shumë i respektuar profesor doktor Miki im, sekretari Vatrës, zoti Pashko Camaj, përgëzime për librin e dytë, uroj që suksesi mos të ndaloj. Shumë respekt dhe përshëndetje për Tonin Mirakajt, një burr i madh, një kombëtar i madh, një shqiptar i madh që në veçanti është nik edhe imi edhe krejt Vatrandë dhe shqiptarëve. Franç Krejli, Shtëpia Botuese, zonja dhe zotërin. Romani Brenga, i doktor Pashko Camajt, mund të konsiderohet vazhdim për nga tema dhëmshme largimit nga Velindja, si edhe në porosin e Kullës, ku subjekti i mërgimit vjen si arkiv i shpirtit njerëzor. Brenga fokusohet te tragedia e shqiptarëve, gjatë diktaturës duke sjellë në dritë kundërthënjet dhe dhunën e ushtruar përmes një rrëfimi të bazuar të historisë reale. Personazhi kryesor i ndërtuar nga ngjarja reale të familjes së Tonin Mirakajt mbart një breng të përhershme, që është simbol i dhimbjes kolektive të shqiptarëve që u detyruan të baktisin atë në sistemin komunist. Vlera morale dhe historike e romanit është ruajtja e kujtesës historike në një kohë kur e vërteta rrezikon të zbehet. Kur autori flet për kujtesën historike, ai e shpreh romanin si një mjet për të dokumentuar atë që tekstet zyrtare të historisë shpesh anashkalojnë. Përjetimin njerëzor, dhimbjen dhe të vërtetat e pathëna. Një kohë kur propaganda ose kalimi i viteve mund të zbehet të vërtetën. Romani shndrohet në një arkiv të gjallë që mbron identitetin e një populli apo të një epoke. Përgjegjësia për të mos heshtur është porosia e dytë në vazhdimin e Pashko Camajt. Autori sugjeron se të kujtosh nuk është thjesht një proces mendor, por një detyrë etike, duke sjellë në dritë ngjarje që rrezikojnë të tjetërsohen. Romani ndërton një urë mes të shkuarës dhe të ardhmës. Sfida ndaj zbehjes të vërtetës në një kohë ku informacioni manipulohet lehtësisht dhe kur e vërteta shpesh relativizohet. Porosia autorit është një roje që mpron integritetin shpirtëror. Urime, autor, faleminderit. Faleminderit kryetar Berisha për gjithë të fjalët e ngrohta dhe për cilësimin e kësaj vepre të rëndësishme, jo vetëm për komunitetin tonë, por mbi gjitha për dinjitetin dhe për kujtesën kombëtare. Të dashur vëllezër motra, përpara jush kam nderin të ftoj një diplomat shkëlqyer, gazetar dhe një ndër njerëzit që po ndihmon komunitetin shqiptar në Amerikë për të njohur të vërteta, për të njohur historinë dhe kanë nxjerrë në pa një vepër të shkëlqyer ndër më të mirat e dekadave të fundit mbi Skënderbeu. Përpara jush Virgjil Kule. Faleminderit për ftesën, faleminderit që më dha fjalën.
Pas librit të suksesshëm porosi autobiografik, pak a shumë Porosia e Kullës, Doktor Pashko paraqitet sot me një anë tjetër të karakterit të tij, me altruizmin. Romani Brenga rrjedh si një lum i rrëmbyshëm empathie për të vuajturit pa faj. Dy shokë të ngushtë, të cilët në një moment të saktuar të jetës së tyre rinore, detyrohen të ndahen. I pari i jep fund anktheve dhe pasigurisë sociale dhe fizike, duke ndërmarrë një udhëtim rokambulesk arratisje në perëndim. Ndërsa i dyti fillon kalvarin e vështirë të stigmës politike dhe burgjeve të diktaturës në vendlindje. Të rrethuar nga mjedise të ndryshme, të dy pësojnë transformime thelbësore në mentalitet dhe në këndvështrimet ndaj fatit dhe fatalitetit. Marku, ai i mbeturi në Shqipëri, rrethohet nga njerëz të cilët, siç shpreh autori, kishin frikë të ndjenin dhimbjen. E shkaktuar nga fati i zi i këtij djaloshi që s'pati lënduar askënd, por thjesht e psoi se u gjend në vendin e gabuar, në kohën e gabuar. Tonini, nga ana tjetër, pasi përballet me presionet e UDBA-s, u rrethua nga njerëz që kishin ndrojti të ndjenin gëzimin që sjell arratisja drejt lirisë. Nga kampi në kamp, nga një presion i UDBA-s për një bashkëpunim tek tjetri, dhe pikërisht në një moment të caktuar zhvendosje nga kampi në kamp, Tonini dëgjon fjalët e Zef Kadris, i cili u përpoq ta thyente atmosferën e rënduar me frikë dhe me pasiguri, nëpërmjet, thot autori, një buzëqeshje të zbet që dridhej në nguximin e rrem, me fjalët: "Po shkojmë në Amerikë." Askush nuk reagoi me gëzim. Së pari sepse, siç e përmenda më lart, ata kishin ndrojtje të ndjenin gëzimin që sjell arratisja drejt lirisë, dhe së dyti sepse askush nuk e dinte vërtet se ku po i çonin. E vetme gjë e sigurt ishte se kthimi në Shqipëri do të ishte më i tmerrshëm nga çdo mërgim. Sidoqoftë, brenda Jugosllavisë kishin marrë udhën në drejtim të kundërt me Shqipërinë, por ende Amerika ndodhej e largët, thuajse e paritshme. Përfunduan në kampin e Gerovos. 3 vite të trishta në atë kamp derisa ndërmorën arratisjen e dytë nga gjysmë liria drejt lirisë së vërtet, duke lënë përfundimisht pas tyre perden e hekurt. Nga kampi i Latinës në Itali, Interpoli adresoi tek ambasada amerikane për të vëhequr me pasaporta. Tonini vrapoi drejt barakave duke bërtitur nga gëzimi: "Jemi mirë me shëndet, asgjë s'mund na ndalë më, po shkojmë në Amerikë." Fati i kishte buzëqeshur Toninit dhe familjes së tij, teksa tek shoku i tij, Marku, fataliteti përëndonte më dhimbshëm se sa gurët e Burrelit dhe të Spaçit. Ndonse fiktiv, personazhi i Markut Nëshës nuk është as pak i pavërtet. Është më se i vërtet. Marku mishëron ata njerëz që dënuan pa pasur asnjë aktivitet politik të shprehur kundër regjimit. Ashtu si Jezu Krishti, ai mbarti mbi shpinë mëkatin politik të shokut të tij të arratisur, duke se e kishte pranuar me vullnet të plot fatin e vet në çastin kur pati marrë në dorë kryqin nga Tonini. "Shko, mik i dashur, shko drejt lirisë. Zoti qoftë me ty. Unë po nisem për në Golgotha." Çfarë ka shtyrë autorin të krijojë këtë personazh fiktiv dhe të ndërthuar fate kontroversiale? Mendoj se kemi të bëjmë me një gjetje që është një erthi edhe artistike, por dhe mënyrë efikase për të shprehur humanizmin dhe spiritualitetin e autorit. Është një gjetje e ardhur natyrshëm, e lindur nga nevoja që ka autori për të shprehur ndjeshmërinë e tij shumë të lartë. Te personazhi i Markut unë shoh kredon e Pashko Camajt, që ky i fundit e shpreh me fjalët e priftit ortodoks Petro: "Liria është frymë për shpirtin, edhe kur mushkërit e harrojnë." Hymn pra për lirinë. Marku i bën një hon këtij hymni, kur i ndodhur para ironisë e tusve për mikun e tij të arratisur që nuk e mori me vete, ai i thot: Jo, s'ka faj, nuk është Tonini që ka faj, janë ata." Dhe pastaj shton: "Armiku nuk është ai që iku, ai që shkruan poezi, apo nëna që fshe copën e bukës në shall. Armiku nuk është ai që lutet, që ndron, që e do vendin e vet, që do lirinë. Armiku ishte regjimi, që i kishte kthyer fqinjet në spiun, priftrinë të burgosur, ai që kishte hedhur një kom duke hequr të drejtën për të kërkuar lumturinë."
Në fjalët e personazhit Mark, autori Cama I bënihon fjalëve monumentale të Thomas Jeffersonit, të integruara në Deklaratën Amerikane të Pavarësisë. E drejta për të kërkuar lumturinë është një drejtë fondamentale, e patjetërsueshme e çdo njeriu. Ajo nuk kupton realizimin personal, begatinë shpirtërore dhe mirëqenien materiale pa ndërhyrjen e shtetit, me kushtin e vetëm që të mos shkelë të drejtat e tjetrit. Tonini, në takimin me Markun, në mbyllje të librit, vjen me një ndjenjë faji. E gjente veten duke kërkuar falje edhe kur s'kishte pse, shkruan autori. Që nga dita kur ka marrë vesh se s'ke hequr jam ndjer fajtor, I thot miku të tij të shumbuetur. Sikundër thot një shkrimtar japonez, e kaluara nuk harrohet, ajo mbetet tek njeriu duke ndikuar në heshtje mbi mendimet e së tashmes tij. Tonini ndihet borxhli për një borxh që nuk di as si ta shpjegoj dhe as si ta laj. Këtu kemi të bëjmë me një tjetër ballafaqim të zbërthyer mjeshtrisht nga autori, gjë që jep romanit vlera universale. Fajtori pa faj, përballë ndërgjegjes së vetë kristiane për dëmin e shkaktuar indirekt ndaj mikut të tij. Vuajtje e thellë shpirtërore për një mëkat të pakryer, mea culpa e pamerituar. E si mund quhet fajtor dikush që kërkon lirinë? Ai nuk ka kryer asnjë krim. Ai vetëm I është ikur shtypjes politike. Ai vetëm ka vërtetuar të vërtetën se liria nuk dhurohet, por fitohet me guxim e sakrifica. Ndoshta më mirë se Tonini Marku këtë e ka kuptuar prej kohësh. E ka kuptuar nga dialogjet me priftin e burgosur, me veten, me Perëndin. Marku e respekton dhe e lart vlerëson guximin e Toninit në kërkim të lumturisë, sipas konceptit jeffersonian. Por si njeri vdekatar që është, Marku shpreh gjithashtu edhe pak zili, e cila në fakt është më tepër admirim se sa zili. Le ta quajmë zili hyjnore, për lirinë që atij I mungonte. Zili të cilën në fakt e ushqente çdo shqiptar, si ata që ishin Birusa, ashtu ata që jetonin në burgun e madh të izoluar nga bota. Ai thot Toninit kur u takuan pas shumë vitesh, të kam pasur zilinë e diellit që sfiltroi mes hekurave, të heshtjes që nuk kishte kuptim në frikës, të folurit pa parë pas shpine. Marku e kupton qartë shkakun pse Tonini u arratis dhe jep të drejtë që mori guximin t'i thoshte jo jetës pa liri personale. Dhe këtë gjë, një njeri me shpirt të pastër si Marku e mirë kupton kur I vuan vetë ato çka do të kishte vuetur shoku I tij I fëmirisë. Jo vetëm I mirë kupton me vëmendje, por me ndërdije është I gatshëm t'i bëj hallall sakrificat me idenë se lirja e shokut ishte pararendse e lirisë së ndëruar nga të gjithë. Kështu mes kalvarit golgothian, me besim tek Zoti, ai pati dhënë një qëllim fisnik rezistencës tij, një motiv për të duruar dhe shpresuar. Nuk I vajtën kot as shpresa, as durimi. Dita e lirisë erdhi edhe për Markun. Autori bën kështu letërsi për lirinë. Albert Camus thotë se arti dhe letërsia shpallin lirinë edhe kur ajo duket e pamundur. Në veprën e bashkut bashkëjetojnë si liria e fituar, ashtu dhe pamundësia për ta pasur atë. Tonini dhe Marku, dy zoj që ndëruan qiellin dhe diellin, I cili për ta nuk ndriçoi sipas ligjeve të natyrës, por sipas ligjeve të shpirtit tyre. Përfundimisht, për mendimin tim personazhi Mark, unë psikologjisht diçka nga vetë autori. Empathinë, ndjeshmërinë, paqëdashjen dhe urtësinë e gjykimit, të cilat duket se ai ka dozat larta. Pa këto vetit madhërishtme personale, Pashku nuk do të mund të shkruante dot këtë libër. Urime Pashko Camaj. Faleminderit ambasador për gjithë të fjalë të ndjera, mirënjohje për kontributin dhe për kushtimin. Tani të dashur vëllezër e motra, kam nderin që përpara jush të ftoj gazetarin I shuar të Zërit Amerikës, Frank Shkrelin. Përshëndetje të gjithëve. Unë para se të filloj të flas për 2-3 minuta për librin, duhet të filloj me një ngjarje historike në vërtet, pa cilin ky tubim sot nuk do të ishte I mundur, po të shkonim mbrapa 25-30 vjet ndoshta. Do ishte I pamundur pra një ngjarje si kjo që na bashkon sot, një botues si Onufri nga Tirana, një antikomunist si Tonin Mirakaj, gjëntar I nderuar I komunitetit shqiptar amerikan, për ma shumë se 50 vjet.
Në bashkon me një shkrimtar malsor nga malësia madhe, që në bën krenar me shkrimet e veprat e tia, zotin doktor Pashko Camaj. Ngjarja e cilës po i referohem është, si sot, 15 marsi i 1991, unë me shumë tjerë ishim në Departamentin e Shtetit, ku unë nënshkrua memorandumi për rivendosjen e lidhjeve diplomatike midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Është një datë me rëndësi për gjithë neve, si për Shqipërinë, kombin tonë në përgjithësi dhe komunitetin, posaçërisht për komunitetin shqiptar amerikan, që punoi aq gjatë e me përkujdesje për aq shumë vjet për një arritje të tillë. Ishte një marrëveshje të vërtetë që ishte e bazuar në vlera, në liri e demokraci. Për fat keq, këto marrëdhënie sot duhet t'i konsideroj se janë në një ullkryq, sepse për mua nuk janë të vendosur ama në një bazë, si të themi, lirie, demokracie, vlerash të përbashkëta, por janë të vendosur mbi interesat përkohshme të dollarit dhe lekut. Sidoqoftë, ta festojmë këtë ditë me këtë tubim në përkujtim të shumë njerëzve që i kanë punuar për atë datë e për atë arritje, përfshirë shumë persona që janë në këtë sallë sot. Të nderuar pranishëm, të dashur mis librit e të kulturës, kënaqësi që t'jem midis miqë e bashkëpunëtorës të vjetër e disa dhe të ri. Në të vërtet, Pashko jam kishte paralemruar një 2 vjet më parë gjatë një udhëtimi në Washington, se do të kishte në mend një libër të tillë, e cila mu referua, tha, duke thënë se ky libër do të pëlqejë ty më shumë se ndoshta çdo kujt tjetër. E vërteta, kam filluar ta lexoj, por nuk e kam lexuar se isha në pushime deri dje apo atje, por me kënaqësi do ta lexoj patjetër. Thashti e di se doktor Camaj e kishte fjalën pra pikërisht për këtë libër, për romanin Brenga, një vepër që shpalos dramën e njeriu shqiptar përballë diktaturës komuniste, përballë frikës, burgosjes, përnjekjes dhe detyrimit për të braktisur vendlindjen. Në faqet e këtij romani nuk zgjenden vetëm 2 histori individuale, ajo është atë protagonistit kryesor Tonin Mirakaj dhe atij imagjinar Markut, por është gjithashtu një pasqyrimi një tragjedie kolektive shqiptare, për të cilën zyrtarisht heshtet gjithnjë, me qëllim që kjo tragjedi të harrohet. Si një simbolik e dhimbjes dhe dhunës së komunizmit, personazhi kryesor Tonin Mirakaj mbart një breng të përhershme në jetën e tij. Brenga është pikërisht ajo dhimbje e pashuar që mbetet në kujtesën e atyre që u larguan nga Shqipëria për në botën e lirë dhe të atyre që mbeten pas në nënvujtjet e regjimit komunist, njërës prej diktaturave më tashme të botës atëhershme komuniste. Ndërsa njëri prej 2 shokëve të Toninit nuk ja doli të ratisej dhe u bë viktim e vuajtjeve të përnjekjes së gjatë nga diktatura komuniste. Sot jemi këtu për të përshëndetur dhe për të vlerësuar një vepër që nuk është thjesht një roman, por një rrëfim i thellës njerëzor dhe një dëshmi e fuqishme e kujtesës sonë historike. Promovimi i romanit të doktor Camajt po bëhet në një kohë kur kujtesa historike e periudhës komunizmit rrezikon të zbehet dhe të zhduket përgjithmonë. Në një kohë kur qeveria, shteti dhe shoqëria shqiptare ndryshe nga ish vendet e tjera komuniste të Evropës refuzojnë gjithnjë të përballen zyrtarisht me ish diktaturën komuniste dhe të dënojnë krimet e komunizmit. Prandaj Brenga e autorit Pashko Camaj me histori reale, si ajo e Tonin Mirakajt dhe me vlera letraro-historike, vjen sot si një thirrje e fuqishme ndërgjegjeje dhe reflektimi për shqiptarët kudo. Ky libër vjen edhe si një reagim moral ndaj një realitetit sotëm
ku shpesh relativizohet e kaluara komuniste, ndërsa viktimat e regjimit komunist nuk kanë marrë ende drejtësinë morale, politike dhe shoqërore që meritojnë. Romani Brenga nuk është pra thjesht një vepër letrare, por është edhe një dëshmi morale dhe historike për një epokë që e ka lënë plagë të thella në shpirtin e kombit shqiptar. Brenga e autorit Camaj vjen para nesh si një zë që flet për dhimbjen e sakrificën, por edhe për përvojën e një kohe që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën e shumë familjeve shqiptare. Por Brenga është më shumë se një rrëfim letrar, është një kujtesë e gjallë e dramës njerëzore që përjetoi populli ynë në një periudhë të vështirë të historisë së tij. Aty lexuesi gjen histori që na prekin të gjithëve, pjesë e realitetit që shumë familje shqiptare kanë përjetuar. Brenga e rrëfyer pra në këtë roman është brenga e ndarjeve të familjeve, e mallit për vendin, e plagëve që koha nuk ishte rënë lehtë as shpejt. Brenga e historisë shqiptare nuk është vetëm e atyre që vuajtën drejt për drejt nga diktatura komuniste si familja Mirakaj. Ajo është brenga e mbar kombit. Letërsia e vërtet nuk është vetëm art, ajo është edhe përgjegjësi individuale dhe kombëtare. Pikërisht këtë përgjegjësi e merr mbi vete ky roman. Ai nuk kërkon të gjykojë, por të kujtojë. Nuk kërkon të hakmerret, por të mos lejojë që ajo tragjedi të harrohet. Në këtë sfond, mesazhi i romanit Brenga duhet shndërrohet në një kujtesë të fortë kombëtare se liria që gëzojnë sot shqiptarët nuk është dhurat, por fryt i sakrificave dhe vuajtjeve të panumërta dhe si e tillë duhet ruhet dhe të mprohet si sytë e ballit. Përndryshe, siç ka paralajmëruar ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ronald Reagan, demokracia dhe liria mund të zhduken brenda një brezi, nëse ato nuk ruhen dhe mprohen çdo ditë dhe nga çdo gjenerat. Duke e përgëzuar autorin Pashko Camaj dhe shtëpinë botuese Onufri për këtë vepër të rëndësishme, uroj që libri Brenga të marrë rrugën drejt shumë lexuesve si një kontribut i çmuar në letërsinë shqipe, por edhe në kujtesën kombëtare të shqiptarëve, ashtu që tragjedia e komunizmit të mos harrohet kur ndër shqiptarët. Ju falenderoj për ftesën dhe deshta të them se një version pak më i gjatë do botohet në gazetat e portalet e zakonshme. Shumë faleminderit Frank për gjithë kontributin diplomatik, mediatik, kulturor e kombëtar, që lidhur shqiptarët e rëndësishëm dekadave të fundit, jo vetëm në mbrojtjen e vlerave shqiptare në Amerikë, por edhe mbi ndërtimin e urave të shëndosha të marrëdhënieve diplomatike të Shtetit Bashkuar të Amerikës me Shqipërinë dhe promovimin e vlerave shqiptaro-amerikane. Faleminderit nga zemra. Tani të dashur vëllezër, motra kam kënaqësinë që të ftoj një profesoresh nga Universiteti Fan Loli i Korçës, përpara jush doktore Ardiana Mici. Përshëndetje të gjithëve. Kam kënaqësinë të jem për herë të parë në këtë sallë sot midis jush, po edhe për të folur për herë të parë për doktor Camaj si shkrimtar. Libri padyshim të bën të futesh në lëkurën e personazheve. Por unë kam lexuar nga fillimi deri në fund si një mbesë e një të aratisuri në Amerikë. Kështu që imagjinata dhe përjetimet kanë qenë më personale. Do të përpiqem që të sjell një diskutim të librit në kontekstin edhe historik, por njëkohësisht edhe në kontekstin e përjetimit personal. Kur e mora romanin në dorë dhe fillova ta shfletoj, më erdhi në mendje biseda e parë me doktor Pashkun, por nxitjen fillestare që ai pati për shkrimin e këtij libri, një brengë sa personale, aq edhe përgjithësuese, lidhur me një përvojë të një brezi të tërë shqiptare që jetuan diktaturën komuniste, pjesë të cilës ndiem dhe unë. Ndërsa faqet e romanit hapeshin njëra pas tjetrës dhe historia filloi të merrte formë, ndieva nevojën ta lexoja ngadalë, duke përtitur narrativën që shpalosej gradualisht dhe aktivizimin e të gjitha shqisave për ta përjetuar atë. Ngjarjet e romanit Brenga vendosën në sfondin e instalimit të diktaturës komuniste në vitet e para të saj, e cila kufizoi lirit individuale, solli izolim dhe ndërshkoi pamëshirë kundërshtarët politik. Sistemi u përfshi, ushtri përmes një zinxhiri dënimesh që fillonte nga izolimi shoqëror, punët e rënda, mungesa dhe kufizimi i shkollimit
deri tek ekstremet, burgimet, vrasjet dhe internimet të familjeve të tëra. Dr. Camaj si shkrimtar është i qartë në qëndrimin e vet. Ai e dënon diktaturën komuniste. Ai përdor termat e qartë, regjim komunist, diktaturë, duke i konsideruar këto si përgjegjëse për vuajtjet e shqiptarëve. Por pas synuar të sjellë një panoramë të plot të realitetit në komunizëm, i cili për hir të së vërtetës për njerëz të ndryshëm dhe për kategori shoqërore të ndryshme ka qenë i ndryshëm dhe është perceptuar në mënyra të ndryshme, autori përqendrohet në dy aspektet më të errta të periudhës: represionin në burgje dhe aratisjen ndër botës së lirë. Në këtë mënyrë, romani ndërton një panoramë dramatike të dy zgjedhjeve që kishin njerëzit që në fakt ishin kundërshtar të sistemit përballë diktaturës, të largoheshin apo të qëndronin dhe të përballeshin me pasojat. Pashtu këto janë dy aspekte të cilat janë më pak të njohura, më pak të hedhura dritë dhe më pak të njohura në realitetin shqiptar. Edhe të kohës, por edhe të mëvonshëm. Të mëvonshëm sigurisht që kemi njohuri, kemi detaje, kemi gjurmë, kemi kujtesë, por në momentet e para pothuajse ajo mungonte. Në qendër të romanit janë dy personazhe të zakonshëm. Malsor punëtor, të rritur në ajrin e maleve, ku besonin se do të gjenin mbrojtje, ashtu si kishin gjetur historikisht të parët e tyre nga pushtuesit e ndryshëm. Por regjimi komunist ja doli të nështronte edhe malet. Edhe cepat më të larta të izoluara, ku as dëbora dhe as mali nuk shërbenin më si shpëtim. Pas malit ishte kufiri, perëndimi, ikja. Pikërisht u lindë dhe dilemat themelore e romanit. A ishte ikja një shpëtim? Narrativa e romanit zhvillohet paralelisht mes dy fateve të ndara. Nga njëra anë është drama e aratisjes dhe rrugëtimit të Toninit drejt lirisë, ndërsa nga ana tjetër drama e qëndrimit dhe kalvarit vuajtjeve të Markut në burgjet e regjimit. Asnjëra nga këto rrugë nuk ishte e lehtë. Rrugëtimi i Toninit i mbushur me sakrifica dhe pasiguri, me humbje të njerëzve të dashur, me vite të tëra në kampet e ngritura në Europë, derisa të vinte drita e shpëtimit, me përpjekje për një aratisje të dytë, por tashmë lider dhe i grupit dhe me një përgjegjësi më të madhe për ata që ai tërhiqte më pas. Ndërkohë që lexoja momentet e kalimit të Toninit drejt Amerikës, përjetoja padyshim edhe ngjarjen me gjyshin tim, i cili në ato 10 vite kishte arritur të shkonte më shpejt drejt Amerikës, pasi kishte kaluar në kampin e Greqisë dhe ishte larguar përmes kufirit grek nga Korça drejt Greqisë, kishte arritur më shpejt drejt Amerikës, por brenga e zhvilluar dhe ngritur në dhimbje e detyron atë të kthehet pikërisht në momentet kur Tonini gjen rrugën drejt Amerikës. Historikisht ka qenë momenti përbuthet me momentin kur në 59-ën Amerika hap dritën jeshile për të ikurit, ndoshta edhe si një moment në të cilin ajo e ndjen që këta të ikur nga diktaturat komuniste të lënë përtej perdes së hekurt meritonin të kishin një jetë të paqët. Dhe kështu kampet, paka shumë kampet e ngritura në Jugosllavi, në Greqi, në Itali, paka shumë i orientonin njerëzit të ikurit drejt Amerikës. Sigurisht që duhet të kishte edhe fat. Ndërkohë, në 59-ën, regjimi komunist bën një amnisti për të ikurit, i cili ofron falje dhe ofertën për të rikthyer përsëri në Shqipëri, të paktën për ata të cilët nuk ishin kryer krime. Në kushtet e një brenge të madhe dhe në një 10 vjeçar larg familjes, gjyshi im kthehet përsëri. Ishte ndër 60 vjet vetët që besoi, por që kalvari vuajtjeve filloi përsëri. Le të rikthehemi Markut, fatit të Markut. Marku mbetet i mbyllur brenda murave hermetike të burgut, ku njeriu mbështetet vetëm tek forca e karakterit dhe tek aftësia për të përballuar atë që autori i përshkruan. Thyerje, por jo shkatërim të plotë të shpirtit. Ky kontrast mes fatit të dy personazheve zhndrohet në boshtin moral të veprës dhe krijon tensionin kryesor të romanit. Në këndvështrimin filozofik, romani ngre
Disa pyetje të rëndësishme mbi natyrën e vuajtjes dhe të lirisë. Sa vuajtje mund të durojë njeriu duke ruajtur dinjitetin? Ku e gjenin shpresën njerëzit e privuar nga liria? A ishte liria e plot edhe pas aratisjes? Si mund të çlirohet ndërgjegjja nga konflikti i brendshëm që buron nga zgjedhjet që individi bën në jetë? Në këtë mënyrë romani shkon përtej një historie personale dhe bëhet dhe një reflektim mbi moralin, përgjegjësinë dhe lirinë njerëzore. Ndosë ngjarjet zhvillohen në Shqipëri dhe brenda kontekstit kulturor shqiptar, prekja e temave universale të tilla si liria, qëndrueshmëria përballë vuajtjeve, dinjiteti njerëzor, pushteti dhe diktatura e bën romanin të ketë audiencë ndërkombëtare dhe të përgjigjet nevojave të një lexuesi më të gjerë, për të kuptuar, për të kujtuar dhe për të reflektuar. Ekzistenca, nevoja për dashuri dhe liri, ndjenja e fajit dhe përgjegjësisë, dhe mbi të gjitha, rezistenca njerëzore ndaj të keqes shoqërojnë rrëfimin nga fillimi deri në fund, duke gjetur zgjidhjen tek çlirimi dhe komunikimi njerëzor. Personazhet e romanit nuk janë figura të shquara, as intelektual disident. Ata janë njerëz të thjeshtë që ndërrojnë gjërat më bazike të jetës, lirinë, familjen, të ardhmen, dhe nuk realizojnë dot këto në vendin e tyre. Pikërisht kjo thjeshtësi bën ata të përfaqësojnë një përvojë kolektive dhe universale. Faji i Toninit ishte trashëgimia e tij familjare, mbiemri shtetësues për regjimin, ndërsa Marku shfajtori pa faj. Një lloj si ai malsori, bari. Gjetja e Markut si personazh është merita e shkrimtarit Camaj për të përfaqësuar atë kategori njerëzish që nuk e kuptuan pse u dënuan. Fatet të ngjashme gjenden pothuajse në çdo familje shqiptare. Edhe pse kundërshtarët e hapur të regjimit dukeshin të pak, sistemi i përgjegjësisë kolektive bënte që ndëshkimi të shkonte përtej lidhjeve familjare, duke përfshirë shumë më tepër njerëz se sa imagjinohej. Fati i njeriu në diktaturat komuniste mund të përcaktojë dhe nga një qëndrim, dhe nga një lidhje gjaku, një miqësi e Toninit me Markun, apo dhe një gjest bujarie, apo një ngjarje rastësore. Këtu duket sa i brisht është fati i njeriu në diktaturat komuniste. Një element domethënës që mua më ka pëlqyer shumë është historia e bariut malsor që duke hapur derën dhe shtruar sofrën sipas zakonit, përfundon i torturuar dhe i vrarë nga sistemi, që pretendonte të ndërtonte drejtësi duke shpalosur absurditetin dhe brutalitetin e sistemit. Faji vetëm i bariut ishte mirësia njerëzore, por sistemi nuk kërkonte arsye. Ata shpesh, kur nuk gjenin, i shpiknin vetë. Romani karakterizohet nga një stil narrativ i qetë, emocionalisht i ngarkuar, gjua e thjeshtë është përshtatur me natyrën e personazheve, ndërsa përshkrimet e detajuara krijojnë një atmosferë të gjatë dhe bindëse. Autori përdor me mjeshtri metafora, simbolika dhe imazhe shqetësore që të përfshin në përjetimin e historisë. Për lexuesin shqiptar, romani prek edhe kujtesën personale dhe familjare. Vështirë të mos kujtosh histori të ngjashme nga familja ose nga rrethi yt i afërt. Aratisja është një krim që shpesh ndëshkonte më shumë familjen e mbetur në atë, punët e rënda, kufizimi i arsimimit, stigma shoqërore ishin vetëm fillimi i pasojave. Kur lexon romanin Brenga të Dr. Pashko Camajt, lexuesi përfshihet thellësisht në përjetimin e personazheve, duke ndarë me ta ankthin, dilemën dhe brengën që mbartin. Ashtu si Lulieta e përmendi në fillim që romani pak a shumë i dihet fundi, fati i Markut dhe fati i Toninit ti e lexon dhe e kupton që në fillim. Por duke lexuar përpjekjet e Markut për të shpëtuar, edhe ti pse e di fundin, autori të çon aq thellë në lëkurën e personazhit, sa ti duke lexuar përpiqesh të ndihmosh personazhin, të ndryshosh kthesën apo fatin e tij, thua se mbase do t'ja dalë, mbase nuk është e vërtetë ajo. Aq shumë ti futesh në lëkurën e personazhit. Kjo është ajo që të mban të gjatë gjatë gjithë leximit deri në fund. Përmes rrëfimit të ndërtuar me kujdes, gjuhës së pasur dhe sidomos përshkrimeve të hollësishme të detajave, aromave, ngjyrave, tingujve, autori krijon një përvojë të fuqishme shqetësore dhe emocionale që synon të zgjojë empati tek lexuesi. Romani kështu hedh dritë mbi përvojat më të dhimbshme të individëve gjatë periudhës komuniste. Përvoja që për një kohë të gjatë mbetën të pazëshme. Letërsia e realizmit socialist nuk përcillte vërtetësi, kështu që këto dhimbje kanë qenë të kyçura mes vuajtësve dhe shkaktarëve të tyre. Por edhe pas rënies së regjimit, të persekutuarit nuk e patën audiencën e dur për të bërë të njohur të vërtetat e tyre. Sistemi i shkatëruar nxitonte të gjente zgjedhje për mbijetesë dhe për të përshtatur kushteve të reja, ndërsa të vuajturit përpiqeshin të gjenin kohën e humbur për të ndërtuar jetën e tyre,
pa bërtitur dhe me ato forca që u kishin mbetur. Prandaj ata nuk duan të flasin shumë, nuk duan të tregojnë të gjitha. Përmes personazhit të Markut, autori trajton dimensione të thella të natyrës njerëzore, të tilla si qëndrueshmëria, dinjiteti edhe në vuajtje, por edhe rrezikun e rrëshqitjes drejt pajësimit, akmarrjes apo urrejtjes. Doktor Camaj me mjeshtëri e kanalizon dhimbjen drejt komunikimit, kujtesës dhe faljes. Kur Marku thot nëse më mban mend, do me thënë që ja ka vlejtur, ai ndërton bazën e komunikimit përmes të cilës çlirohet brenga, ndjesia e fajit, energjia e mbledhur në vite dhe realizohet falja. Pema e gështenjës, që shfaqet në fillim dhe në fund të rrëfimit, simbolizon paqen që njeriu gjen në natyrë, në gjërat e thjeshta dhe çlirimin që vjen nga komunikimi i ndjenjave. Vlera e veprës së doktor Pashko Camaj është tek përcjellja e një mesazhi të rëndësishëm për nevojën e ndërgjegjësimit shoqëror dhe të njohjes së vërtetës historike. Shoqëria shqiptare ka nevojë të kujtojë, të reflektojë, pasi në emër të frikës nga hakmarrja apo urrejtja, ajo i la të vuajturit në hije. Madje në disa rrethë shoqërore, por edhe intelektuale artikulohej mendimi se të gjithë kishin vuajtur në sistemin komunist, pasi të gjithë jetonin në diktaturë. Në fakt jo, nuk ishin vuajtur të gjithë njësoj. Në kontrast me këtë qëndrim, romani Brenga kontribon në ndërtimin e një letërsie të kujtesës, e cila synon të ruajë të vërtetën, të nxjisë reflektimin dhe të shërbejë kombit që ngjarje të tilla të mos përsëriten në të ardhmen. Dhe kjo letërsi kujtese ndonjëherë është më e dobishme për shoqërinë se sa ajo historia që mësohet në shkolla. Edhe pse titulli i tij flet për dhimbjen, romani në thelb, për Brenga, romani në thelb është një omazh për qëndrueshmërinë njerëzore, për aftësinë e njeriu për të ruajtur dinjitetin dhe vlerat edhe përballë një sistemi që është ndërtuar për të shkatëruar ato. Në mendimin tim, në letërsinë që trajton temat e identitetit, emigrimit dhe traumës historike, Brenga të zën një vend të çmuar si dëshmi artistike dhe njerëzore e një periudhe nga më të vështirat e historisë shqiptare. Faleminderit. Faleminderit doktor Camaj për këtë vepër dhe faleminderit Tonin për inspirimin, dhe shkënaqësi që të njoh direkt nga afër, për inspirimin për një vepër të tillë me vlera. Profesora Diana për analizën letrare, për emocionet, por mbi gjitha përgatishmërinë për të kontribuar në aktivitetet e Federatës Vatra dhe Komunitetit Shqiptar në Amerikë. Faleminderit dhe mirënjohje nga zemra. Tani të dashur vëllezër e motra, bashkëdhetar, kam kënaqësinë të ftoj një gazetar legjendar të Zërit Amerikës, aktivist me dekadën komunitetin ton, Jack John Lekaj. Zonja dhe zotri, mirë se u takuam në këtë promovim libri, dhe promovimet janë aq dashura në Amerikë sa që një kanal i veçantë C-SPAN transmeton pothuajse 24 orë ngjarje kulturore, sidomos promovime librash. Është kënaqësi kur në tryezën e nderit të folësve kem personalitetet të shquara të botës shqiptare, sidomos zonjën Lëshanaku që vjen nga një familje fisnike dhe heroike, sepse gjyshi i babës saj o i familjes ka dhënë jetën në luftë, fizikisht pjesëmarrje në luftë antikomuniste dhe gjithmonë në botën perëndimore këtu në Shtetet e Bashkuara janë përmet Lëshanakët për qendresën e tyre të madhe heroike kundër komunizmit në Shqipëri. Dhe bile më habit si ka arrit kjo që të bëj emën, sepse pasojat e diktaturës kanë vazhduar deri vonë, ndoshta edhe sot mund të vazhdojnë. Kush si pse se dim. Nga ana tjetër përshëndes edhe korçaren ton, zonjën Mirëcici është mjaft e pranishme në komunitet, sidomos në Vatër, por një përshëndetje të veçantë kam për Bujar Hudrin, pronarin e shtëpisë botuese Onufrin. Dhe kur kam dëgjuar se Pashko Camaj do të botoj veprat e tij të Onufri, kam thënë ky do të bëhet shkrimtar, se shtëpitë e mëdha botuese të bëjnë shkrimtar me zor. Ti imponojnë rregullat e veta, ti imponojnë redaktor, ti imponojnë temat, ti korrigjojnë ide. Do kështu merrem me mend këtu për shembull shtëpitë e mëdha botuese bëjnë mrekullina me autorë dhe veprat e tyre
përhapet në Amerikën me vlera miliona, 10 miliona, herë dhe 100 miliona dollarësh. Pra është privilegj, është nder i veçantë për Pashko Camajt që ka marrë përsi për botimin Onufri dhe Bujar Hudri. Bujar Hudri ka botu edhe një Camaj tjetër, që ka qenë gjuhëtari veçantë edhe shkrimtari madh Martin Camaj. Por këtu kemi edhe një shkrimtar tjetër me mbiemrin Camaj, që është shumë i njohur, sidomos në botën veriore të Shqipërisë, sepse veprat e tij janë botuar nga shtëpi të rëndësishme botuese të Lezhës, të Shkodrës, ajo është Franz Camaj. Pra, trojka shqiptare e shkrimtarëve të Malësisë, sepse edhe Martini ka pas origjinën nga Veriu Dugazini, është sot për sot mjaft e njohur në botën shqiptare dhe shpresojmë që do të nderohen me tituj të ndryshëm kur i bëhen panajirjet e librat ose ngjarje të ndryshme kulturore, zakonisht shkrimtarët e mëdhenj edhe nderohen me tituj të ndryshëm, gjë që ndihmon në përhapjen e librit më të madh. Unë do të flas pak për të kaluarën familjare, kaluarën e hershme familjare të Pashko Camajt. Kaluamja e hershme e tij, sidomos shekulli 20, është historike, është e shkëlqyeshme. Kur them e shkëlqyeshme është sepse me babë me babgjysh kanë qenë të mrekullueshëm në historinë e Malësisë sonë. Baba i tij, Rok Pjeterzeku, në një ngatres të stilit kauboj të dy malësorëve, ndodhet aty pranë dhe ata nxjerrin armët e zjarrit me atë qelluan njëri tjetrit dhe baba i tij futet ndërmjet. E i merr plagët ai, në se ata me vran njëri tjetrin. Dhe kusht për pajtim ka që ata të pajtohen dhe ana e tij nuk do të ndërmarrë kur një lloj hakmarrjet ose illënimit kundër tyre, do të mbeten gjithmonë përsi. Dhe kjo ka ndodhur 60 vjet ose më shumë më parë, por mahet mend për të mirë kjo ngjarje, është ngjarje historike që nuk harrohet kurrë në Malësi. Dhe gjyshi i tij është pushkatuar nga slavo-komunistët në vitin 1945. Njerëzit që kanë qenë të pranishëm, kur djemtëri që kanë qenë çobanë në atë kohë, në hop kanë thënë e kanë pa kur e kanë marrë nga shtëpia dhe policia, ushtria kanë nisë përpara për me pushkatuar. Ai ka pasë ndjenën se do ta pushkatojnë mrapa, do t'i bien pas krejt. Ka thënë e di që do të më vrisni, por vramni si burrat, ka kthe gjoksin pej tynet, edhe ata e kanë qelluar gjoks, ka thënë kështu duhet vriten e jo pas shpinit. Pra ne veprat e hijeshme i kanë hije Pashkut dhe gjithë familjes, për arsye se e kanë traditë. Dhe ky është treguar shumë aktiv, shumë i aftë, shumë pjesëmarrës në ngjarje të ndryshme të komunitetit që se ka ardhur dhe është i përgatitur për veprimtari, sidomos shoqërore, gjë që on pa këtu në komunitetin tonë. Vepra është, unë e kam lexuar, është e shkëlqyeshme e këtij lloji, sui generis. Pse ka arrit me hynë shpirtin e vuajtjeve të bulgosëve, të kampeve të përqendrimit, të Sparçit, të Burrelit, ku thua se ai vetë ka jetuar me ta, ato përshkrime janë aq sosishme, aq artistike, aq poetike, aq letargjike, aq tragjike, sa që për shembull ky me këtë vepër hyn lirisht në letërsinë e shkrimtarëve të kohës komuniste, sovjetite, të arkeologëve ose të atyre kazanateve deri te Auschwitz e Dachau të kohës naciste. Fatkeqësisht shekulli 20 ka qenë shekulli më i tmerrshëm i njerëzimit.
kanë ardhur regjime për shembull me fashizëm, nazizëm, komunizëm dhe anshënuan histori prej dietarëve që është sheku i më tragjik, më i dhimbshëm i njerëzimit. Në këtë kohën atë e vështirë lindin edhe shkrimtar të mëdhej që mujnë me i përjetua ngjarjet. Ky i ka përjetua, thua se ka jetuar në burgun e Burrelit. Në burgun e Burrelit ku thuhet, po shkon Burrel, kur hin nuk del. Pra, ky ka qenë një Auschwitz i dytë. Dhe të merën që është përshkruan ky me Markun, është diçka e veçantë. Është diçka dhimbshme dhe e kthen përsëri e ngjall këtë periudhë të mundimeve të Kalvarit, të mundimeve të Krishtit në burgun e Spaçit Burrelit, pastaj kanë ekzistuar në Shqipërinë e Jugut në Leskovikën të 400 anë. Kështu që ky ka arrit me fuqinë e tij morale dhe artistike, poetike, tragjike të përshkruaj gjendjen e vërtet të dhimbjes kombëtare të popullit shqiptar. Po në anën tjetër e përshkruan shumë bukur edhe jetën e mërgimin e Tonjin Mirakajt. Domethënë hyn në hollësi kalimi natën prej Shqipërisë në Kosovë dhe prej Kosovës atëherë në Përburgje, kampe të tjera deri në Grov. Tragedinë e babait të tij që sot nuk dihet se ku ka vorën në burgjet e Jugosllavisë. Përgjegjësinë e tij për 4 motrë dhe vllaun, domethënë ishte përgjegjës për 5 fëmijë të vegjël të familjes së tij dhe të gjitha i mori përsipër ai si babait e bile. Në libër shkruan që kur erdhën në Amerikë, gazetat e mëdha si kur Daily News dhe New York Post shkruan gjënsisht për të kaluarën e Tonjin Mirakajt, familjes së tij dhe mërgimit bile, përshkrimi kur vjen nga Italia. Më kujton edhe mua ditën e parë kur nisem nga Roma në New York, ashtu një përshkrim i tillë dhe kam pothuajse si Tonini, sepse ishte mrekulli me hyrje në atë aeroplane mos monal për 10 orë prej Romës deri në New York. Ky e përshkruan shumë bukur. Dhe kjo vepër ka përshkrime të mrekullueshme. Ka hyrë thellësina të ndryshme të jetës të pothuajse shqiptarëve në mërgim me këtë. Ky përshkruan vujtjet e mira, më thëmi edhe 10 mira shqiptarëve që kanë kaluar për burgje, kanë për përqendrimit të mërgime, hupje në mërgime, mos kthesma në Shqipëri, humje lidhje familjare tjera. Dhe të them drejtën që është një vepër e mirë që meriton të lexohet prej gjithëve, që meriton të lexohet prej botës shqiptare, pastaj ka një privilegj tjetër se është edhe në anglisht. Dhe në 2 gjuhë sot, janë 2 gjuhë që janë të rëndësishme për popullin shqiptar, shqipja dhe anglishtja, urime për gjitha dhe gjuhën njështë. Faleminderit Gjek për gjithë kontributin që ke dhënë me dekada për çështjen kombëtare. Tani të dashur vëllezër motra, një tjetër gazetare shquar e Zërit Amerikës, Laura Konda, ka paraqitur një kontestë të cilin do ta lexoj Merit Samaj. Më tepër se sa një roman, do të thoja se Brenga i ngjan një skenari filmi, që shpalos skena tragjike për syrin e lexuesit. Historia fillon me një minisken, në një fshat mes malesh, me pamje piktoreske, 2 shok të ngushtë prej vitesh, ka një miqësi të bukur, aq sa bashkëfshatarët i thrasin binjakët, apo 2 trupa një shpirt, siç thot Tonini. Ata takohen rregullisht dhe bisedojnë në një gështenje, një dru i lashtë që simbolizon lidhjen e tyre të ngushtë me dheun ku kanë lindur e ku kanë jetuar ndër breza para ardhësit e tyre. Jemi në 10 vjeçarin e parë pas çlirimit e Shqipërisë nga pushtimi italian dhe ardhjes në fuqi të komunistëve. Në malësi, ky pushtet nuk pati gëzuar ndonjëherë simpati. Prona private e trashëguar brez pas brezi, e që siguronte jetesën malësorëve punëtor të palodhur, u shtetëzua, duke i lanë ata në një varfëri të skajshme. Aleanca Komunistëve Shqiptar me ata slav nuk u pa asnjëherë me sy të mirë nga malësorët, të cilët pas pushtimit otoman kishin patër armiqësi shekullore me serbët,
për arsye që njihen nga historia e Ballkanit. Pushteti i ri komunistëve, që dolën fitimtar nga lufta antifashiste dhe vendosen të ashtu quajturin diktaturë e proletariatit, nuk shikohej as pak me simpati prej shumicës së malsorëve. Shumë syresh zgjodhen të largohen nga vendi, duke kaptuar male e duke shkuar në mërgjim. Por një pjesë e tyre lanë pas familjar e miq që vuajtën pasojat e arratisjes së të afërmve. Ata që mbeten u konsideruan si armiq të pushtetit. Një pjesë e malsorëve më të kamur, pronar tokash, pyjesh e kullotash, u cilësuan kulak, një damp që sillte me vete pasojat të frikshme për familjet e tyre. Kështu, Tonini i përkiste një familje kulake. I ati kishte vuajtur burgun si tjo. Shto këto edhe faktin që një i afërm nacionalist kishte kapërcyer me kohë kufirin në perëndim, e cilësohej si armik nga pushteti i ri. Ndërsa një kushëri i tij, Kol Bib Mirakaj, kishte qenë ministër i brendshëm në vitin 1943. Këto mjaftonin për ta konsideruar familjen Mirakaj si të padëshirueshme e për rrjedhodhje një shënjestër të luftës së klaseve. Marku, miku i Toninit, nga ana e tij, ishte fëmia i vetëm i dy prindërve, që dikur kishin patur një jetë të thjeshtë në fshatin i Ball. Tonini qëndroi natën e fundit para arratisjes me Markun, pa guxuar t'i tregoj për planin, pasi siç thonte i ati, edhe muret kanë vesh. Por ai i la një shenjë simbolike, kryqin, që të fakt Marku duket se në mënyrë simbolike e ngarkoi mbi shpinën e tij gjatë vujtjeve dhe torturave që përjetoi në burgje për vite me radhë. Atë kryq ai nuk e lëshoi kurrë. Autori flet për dilemen e një djali të ri si Tonini për t'u larguar nga vendi. Ai madje i ankohet të atit se përse të shkojnë të shkijet. Por më pas i ati e bind se nuk ka të ardhme për familjen e tyre në vendlindje për shkak të luftës së klaseve. Të jesh një Mirakaj me komunistet në pushtet, do të thotë të jesh i vdekur, i thot i ati Toninit. Faleminderit. Të nderuar profesor akademik të shkencave, studios shqiptar dhe personalitetet të nderuara të kulturës shqiptare, të ardhur nga troje shqiptare, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi, si edhe nga diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vende edhe të tjera të botës. Me lejoni se në fillim të shprehim jo edhe respektin tim më të thellë për pranimin tuaj në këtë aktivitet të rëndësishme kulturore dhe letrare, në provimin e romanit Brenga, të autorit të menjon, Dr. Pashko Rokucamaj. Vllazër e motra, prania juaj në këtë uvim, në kërkudimi i le provimimit një dimension veçantë kulturor dhe kombëtar, sepse libri dhe kultura janë ura dhe përbajtja dhe bashkojnë shqiptare kudo që jetojnë. Një falemndrim i veçantë, gjithashtu i falemndroj shtypit Olufri për kujdesjen profesionale dhe interesimin për botimin e kësaj vepre letrare, se e ka dhënë këtij romanit formën e merituar estetike dhe tipografike, duke kontribuar në ruajtjen e përhapjen e saj publike shqiptare. Dhe të kuptohet se në panoramën e letërsisë shqiptare në diasporën, romani Brenga Dr. Pashko Rokucamaj, zën event të veçantë në nivel të qëndrëthur dëshminë historike, reflektimin filozofik dhe ndjeshmërinë artistike. Autori lidhur në malsinë e madhe, në buksaleka të Hotit, në treva shqiptare në Malin e Zi, u formuar në një vedis ku uniteti kombëtar ishte një formë sëndrese dhe një mënyrë për të ruajtur traditat, gjuhën dhe historinë shqiptare. Ku shkollimet fillore i mori në vendlindje, mbaroi shkollën fillore dhe të mesme, ndërsa më pas emigroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku krijoi studimet universitare, specializime dhe doktoraturën në fushën e shëndetit publik, duke u bërë doktor i shkencave dhe një personalitet i respektuar në gjitha institucionet amerikane. Megjithatë, përveç suksesit dhe jetën akademike dhe profesionale, ai mbeti gjithmonë lidhur shpirtisht me çështjet kombëtare shqiptare. Veprimtaria e tij akademike u shësuar në angazhimin e thellë kombëtar, si sekretari i Vatës Panshqiptare,
vatra si kërtëjan, si pjesëmarrë aktive të asociata dhe organizata shqiptare në diaspore, a ju bani zaj qartë të mbrojtjen e qeshës kombëtare dhe të kujtesës historike. Pra në fushën e letërsisë, autori hyni me romanin e parë Porosia e Kullës, një vepër se pasqyron traditën dhe trashëgiminë shqiptare dhe shpirtërore. Po romani Brenga shënon një etapë të re në krijimtarinë e tij, duke dëshmuar pjekurinë e tij artistike dhe intelektuale. Shtyse, për shkrimin e kësaj vepre buron organizime e thellë personale, e cila në të njëjtën kohë përfaqëson edhe një dramë kolektive të historisë shqiptare. Zgjyshi i autorit u vran nga forcat komuniste ish jugoslave, vetëm 1 kilometër larg shtëpisë së tij. Kjo ngjarje tragedike u shndrua një plagë të thellë në ndërgjegjën e autorit. Përballë kësaj tragedie ai nuk zgjolli heshtje, por dëshminë, nuk zgjolli harresën, por kujtesën. Në këtë kuptim romani Brenga lirisht mund të vendoset në një traditë me të zërat të letërsisë botërore, ku ka trajtuar tolerizimin dhe dhunën ideologjike. Në aspektin tematik dhe moral, romani Brenga e autorit Pashko Rogucamaj, zeni e fërsi të dukshëm me veprave shqiptarit të njoftën rus Aleksandr Shololemski, sidomos në librin e tij të famshëm Agrikopolo Gullok. Në këtë vepër monumentale përshkruhet sistemi i kampeve të punëve të ndryshme të Bashkimit Sovjetik dhe drama e thellë njerëzore e individit të shtypur nga regjimi diktatoral. Ashtu në Shololemski dhe doktor Camaj e përdor letërsinë dyqysh në një formë të fuqishme dëshmi morale dhe historike për të ndriçuar vuajtjet e njeriut dhe për të ruajtur kujdesën në një epokë të errët. Dhe ashtu dimensioni alegorik dhe paralelosje në romanit Brenga mund të krahasohet me vizionin kritik të shkrimtarit anglez George Orwell në romanin e tij të njohur 1984. Në këtë roman, autori përshkruan në botën e synuar ka një sistem totalitar që kontrollon mendimin, jetën dhe ndërgjegjën e njeriut. Përveç këtij vizioni, Orwell i lajmëron rrezikun e ideologjisë se kërkojnë të shkatrojnë lirinë individuale dhe identitetin njerëzor. Ndërsa, në planin e sasisë filozofike dhe të analizës së vuajtjeve njerëzore, romani doktor Camaj sjell ndërmjet reflektimet e mendimtarit dhe psikologut austriak Viktor Frankl në veprën e tij të njohur Njeriu që kërkon të kuptimin e vet. Në këtë vepër Frankl thekson se edhe rrethanat më materiale të vuajtjeve të njerëzve janë edhe shtypje, por njeriu mund të ruajë identitetin dhe kujtimin e jetës. Në një mënyrë romani Brenga nuk betet vetëm si rrëfim i historisë shqiptare, por vendos një dialog të natyrshëm me letërsinë e madhe botërore, se trajton dramën e njeriut me regjime totalirante përmes përvojës së popullit shqiptar. Doktor Pashko Rogucamaj arrin të krijojë një reflektim të thellë historik, moral dhe filozofik mbi lirinë dhe mbi vuajtjen e popullit shqiptar. Dhe qëndresës njerëzore, kjo e bën veprën e tij të ndjeshme të rëndësishme, jo vetëm për historinë tonë kombëtare, por edhe për ndërgjegjën universale të njeriut. Në qendër të romanit qëndron figura e Toni Mirakaj, një personazh që përfaqëson tragjedinë e shqiptarit të përdjekur në diktaturën komuniste. Ai përjeton survijimin, presionin ideologjik dhe frikën e përhershme për familjen e tij. Familja Mirakaj përqafon një nga ato familje shqiptare patriotike që nuk e pranon të nashtroheshin para diktaturës komuniste. Për këtë arsye, ata u përballluan me arrestime, me vuajtje, me tortura dhe me përtjekje të rënda. Autori përshkruan me realizim dramatik vuajtjet e personazheve të tij, anksile e pahershme me sigurimit të shoqërisë jetën e një regjim totalitar, ku rreziku pati padurueshëm. Tonini detyrohet të marrë rrugën e ratisjes, duke lënë pas venditjen, shtëpinë, ëndrat e jetës dhe varrat të parëve. Rruga e tij kalon nëpërmes territorëve të Jugosllavisë dhe kampave të Italisë të pasigurta të refugjatëve, ndërsa në fund arritën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, sipas shkrimtarit, sipas doktor Pashko Camaj, edhe pse shmeton Torini fizikisht, zemra e tij mbetet gjithmonë e mbushur në Brenga për popullin shqiptar, për vllazërit dhe motrat dhe popullin që vazhdon të vuajë në hekurat e diktaturës së madhe komuniste të Enver Hoxhës. Në kontrast me Toninin, që arrin të shpëtojë, që ndron figura tragjike e Markut, e cili betet në allë, në përfundim e burgjeve të famkeqe,
të burzëve, të burrenit dhe të spaçit, ai dënohet jo për krim, po për bindjen e tij morale dhe për dashurinë ndaj lirisë. Në këto burze, ai përjeton tortura, izolime dhe vujtje njerëzore, duke i dhënë simbol i mirave shqiptare që janë zhdukur në rrethinat e diktaturës. Pra, për këtë roman ka shkruar shkrimtari më i njohur Vizar Zhiti, në përrathanin e veprës cilë e cilëson Brenga si një akt katarasi shpirtnor dhe si ndërthyrje fuqishme të vërtetës historike në artin letrar. Sepse, sipas tij, kjo vepër nuk kërkon hakmarrje, por ndërgjegjësim, nuk kërkon përçarje, por ndryshim e të vërtetës historike. Pra, në dy romanat e tina, Porosia e Kullës dhe Brenga, Doktor Pashko Camaj dëshmon sa është një intelektual i kompletuar, doktor i shkencave, studios i thellë, veprimtar, kombëtar dhe shkrimtar i dëgjeze historike. Vepra e tij kanë vlera jo vetëm letrare, por dhe historike dhe filozofike, duke trajtuar dramën e diktaturës me një sësi që siguron vendet në bibliotekave kombëtare shqiptare dhe në kujtesën e brezave të vijë. Doktor Camaj sot është dhe respektohet të figurë e shtuar në pozën shqiptare, brenda dhe shkufive. Në romanin Brengat, ai ngrit një monument të fuqishëm letrar për viktimat e diktaturës dhe një testament moral për brezat që vijnë. Brezat që vijnë. Ai mbështetet, mbetet intelektual i shkrimtar dhe doktor i shkencës, i shërben kohës dhe dijes, dhe artit të përgjigjes historike. Në këtë kuptim, romani i tij përfaqëson të dëshmitë më të fuqishme të kujdesës kombëtare, një vlerë të madhe historike, filozofike dhe morale që do të mbetet e breza. Ju falenderoj gjithë, doktor Camaj Urive zinë për parim. Me ju në rrok malësori malësia, me ju pasërot historia dhe letërsia kombëtare. Roshi Samani. Faleminderit Gjon për mundimin, për kushtimin dhe për dedikimin e këtij fjalimi të gjatë. Të dashur vëllezër motra, ju ftoj të ngrihemi gjithë në këmbë dhe ta presim me dëgjuar trokitje personazhin e gjallë të romanit Tonin Mirakaj. Unë isha i ftuar në 90 vjetorin e Toninit edhe i thash që tani filluam përgatitjet për 100 vjetorin dhe lavdi Zoti do ta kapë. Unë jam sigurisht Tonini, që e në gjuhët e emrin disa herë për i folësve të nëruar këtu. Për ata që nuk më kanë njoftë, nuk më njofim, jam i sigur, nuk jam i imaginuar. Të nëruar, zoja dhe zotni, dashamirë të librit, se shofim këtu se njerëzit tonë po interesohen për dite ma shumë, për libra. Dr. Pashko Camaj po luan një rol me shumë rëndësi në këtë drejtim, prandaj duhet ta falënderojmë, Jam njëri nga personazhet e Brengës që promovohet sot të shkruar nga Dr. Pashko Camaj me parathënie nga i nderuari Vizar Zhiti. I dyti është Marku i imagjinuar, por Tonini nuk është i imagjinuar, është i vërtetë. Duhet lexuar Brenga për të kuptuar diferencën e personazheve në krijim të rinj letrare që bani autori Pashko Camaj. Komuniteti shqiptar amerikan ka plot shkrimtar, poetë e gazetar sot, të cilët me veprat e tyre pasurojnë kulturën dhe letërsinë tonë shqipe. Dr. Pashko Camaj shkëlqen në mes të tyre. Dy romanet e tij vlerësohen shumë edhe nga fakti se u shkruan në 2 gjuhë. Kur lexoj ndonjë botim që kthen në kujtesë të kaluarën, mendja më shkon tek servitet në ushtri, servitet rreshtore, ku komandanti urdhëronte mbrapa ktheu. A duhet të urdhërojmë veten ndonjëherë mbrapa ktheu për të kujtuar të kaluamën tonë personale, kaluamën e familjeve tona, e kaluamjen e komit. Përgjigjja është po. Duhet të kthehemi mbrapa, duhet të bëhet sot kthesa e jo nesër, nesër mund t'jetë vonë. Dr. Camaj ban kthesën mbrapa me Porosinë e Kullës. Në anglisht
Dreaming in the Tank of the American Car, dhe romanin Brenga, anglisht When Eagles Cry. Me këto romane e këthen një kujtes të kaluren në komunizëm të familjeve tona, të prindve tonë, me zotësi të rrallë, letrare dhe bindse për lexuesin. Ndoshta i ka kaluar harres krimit lexuesin që ndoshta i ka kaluar në harres krimet e kaluara. 35 vjet më parë është rëmja e diktaturës, ende Shqipëria jonë nuk i ka dënuar të paktën moralisht krimet e asaj kohe. Pse Shqipëria nuk vepron ashtu si vendet e Europës Lindore, të cilat u distancuan shpejt me të kaluarën e tyre. Kësaj pyetje ata i përgjigjen, ashtu ishte ligji në atë kohë, thonë ata që sunojnë vendin, nëse se qeverinat janë rrue disa herë nga viti 91. Për krimet e komunizmit në Shqipëri janë shkruar libra nga profesorët Arshqipipa, Samir Epishti, Patër Plumi, Visa Zhiti e tjerë, por ato dëshmi i ka mullu Pluri në rafta edhe janë qitë në harres. Këtu vjen Dr. Pashko Camaj me romanet e tij, që në mënyrë artistike e detyron lexuesin të rikujtojë krimet e komunizmit, që mos të harrohen, po u harruan mund të përsëriten. Dr. Camaj ka kohë që njihemi. Shpeshherë kemi biseduar për historinë e familjeve tona, në vendlinje, persekutimet, burgosjet, pushkatimet, vetëm se ishin familje patriotike me influencën krahinat e veriut Shqipërisë, që nuk pajtoheshin me ideologjinë komuniste. Kujtoj se Pashko shpesh paraqiste pyetjen, a jemi fajtor që jemi larguar nga trojet e të parëve tonë? Në shumë raste, për mos më kthy më. Kemi ra dakord se historitë familjeve tona duhet të shkruar. Dr. Camaj e bani këtë së pari me porosin e Kullës, historinë e familjes Camaj. Dhe së dyti me Brengën, një histori e shkurt timen me vlla e motra, si pjesë e vogël e familjes madhe Mirakaj. Jam shumë mirë njohës. Mas promovimeve të suksesshme që pati në Shqipëri, zoti Camaj, një mik i joni i përbashkët nga Australia shkruan, sa shumë do të dëshiroja që me 15 mars të isha aty me ju në qenën e Shenjtë Terezës son në New York, ku po promovohet botimi në anglisht, se kështu e kishte kuptuar për në gjuhën anglishte sot, i librit Brenga, me autorat detarin e nderuar shqiptar profesor Pashko Camaj, i cili edhe pse personalisht se ka përjetuar regjimin monstruoz, njerëzor, komunist, a i dukshëm i ka në gjuhë thellë në zemrën dhe shpirtin e tij dhimbjet e shkaktuara prej këtij regjimi primitiv gjakatar në popullin shqiptar. Dhimbjet që me sa më kanë thënë disa nga miqtë e mi në Shqipëri që kanë pas mundësi të lexojnë këtë libër në variantin shqip, thotë, reflektohen me shumë ndjenja prekse nga profesor Camaj, të përcjellën nëpërmjet personazheve të zgjedhura prej tij. Shpresoj se votimi i këtij libri në gjuhën anglishte dhe promovimi i tij në këto kohë mjaft të trubullta në të gjithë botën, veçanërisht në Shqipëri, ku komunistët shqiptarë jo vetëm u falen pa kërkuar falje, dhe vazhdojnë të qeverisin me votën e këtij populli që e gjakosen, e poshtruan, e përdunuan në ekstrem të pa imagjinueshëm për një gjysmë shekulli, do të zgjojnë në zgjedhjen e tyre dhe do të sjellin në kujdes krimet e komunistëve që për turpin tonë, si përmend Mokush, le të shpresojmë se libri i këtij intelektualit mirë njohur si në botën akademike, ashtu edhe në trojet shqiptare, ashtu edhe parathonja e tij shkruar nga një intelektual, po ka që njohur dhe i rëndësishëm Visa Zhiti,
i cili humbi rinjën e tij në torturat e burgjeve komunistëve, do të ketë negim të duhur, jo vetëm në Shqipëri, trojet shqiptare, diaspor, por edhe në botën perëndimore. Me shumë respekt, Dr. Zakri Palushi, Australi. Duke se të është i ka alkoa që me përfunduar nuk. Por u falenderoj përzemërsisht të gjithë folës që përmendën në disa raste emrin tim, mu duke se është dikushtira, jam unaj a dikushtira, po u jam shumë mirënjohës. Mirënjohës që posaçëm, falenderoj. Është për të admirue puna e vërtet profesionale që banë shtëpia botuese Onufri, e cila mund të krahasohet me shtëpitë botuese më të njohura europiane dhe amerikane për ekselencën në botimin e librave. Sigurisht, kjo është meritë e pronarit zoti Bujar Hudri, i cili ka ndërruar këtë promovim në pjesëmarrjen e tij. E kemi këtu në tabelën apo jo? E të ashti në fund, një falënderim të posaçëm i drejtoj autorit Brengës, Dr. Pashko Camaj, për fjalë pozitive që ka drejtuar familjes Mirakaj, e cila është përsekutuar si asnjë familje tjetër, pse ishte familje patriotike e njohur në zonat veriore të Shqipërisë. Është për mua diçka rënd me mendoj me këtë mendën të ato raste që shkruhet për to, raste persekutimi e terror në katunin i Bale. I Bale, shumë kush prej ju shedini, ku ashtë të kujin, ishte një në katunët më të mira, më të bukura që kishte rrethi i Puks. Një fush e rrethuar me male, e bukur gjithë ku i pëlqente, ishte edhe pse kishte familje nga ato, familje patriotike, të cilat gjithmonë kanë punuar në interes Shqipërisë, po ardhja komunizmit ato familje u përpoq të zhdukun, e i zhduku mos shumëti. Në ato kohëna ishte 10 vjeç mosha ime, nga shtëpia me shku në shkollë, duhet të kaloshim në borrin e komandës, aty ku torturat e vrasjet e pushkatimit, sidomos në vitin 46, fillim 46, merë kredi, pushkatuan 9 persona një Bale. Nuk ka rrekur një rast të kaluar në borrin e shkollës, një shkurtabiç për kokë të madhe, emrin e kishte Tetar Gjemali. I thot një shoku ti për një fshatar të shkret, e rahem, mane e pushkatuam. Me kënaqësi, i thot, e shikova unë, fëmijë, dhe më thonë, po, rastet tjera që ajo kalimi në front të komandës ishte se njënin e kanë arrestuar ku unë për çfarë akuzash pa faj, edhe e kanë rrahë, nuk ka treguar kur gja, s'ka pas që me treguar, s'ka ditë kur gja, s'ka ditë që është fashizmi, nazizmi, komunizmi, ato për ata ishin gjërat pa njohura. Edhe s'ka treguar kur gja nga rrahja, ka thënë njëri me ata të vëllojmë një unyrë deri e t'ja hedhim në Korriz. Ajo e ban me treguar. I hodhen unyrën e derit në Korriz, i shkreti vdiq. Emri ti ishte harrua, por Marash Deda, se harroj kurat emër. E kam dëgjuar të kaluar në bord të komandës. Muj me uzgjatë shumë më tepër, por nuk është nevojë. U falem nesh gjithve për gjithçka e natyrisht falenderoj Pashko Camaj që e bani këtë mbledhje që nashëm gjithë me atë që kanë dëgjuar nga folësit e më pashëm. U falem nesh. Faleminderit Tonin Mirakaj dhe përgatitjet për 100 vjetorin vazhdojnë. Të dashur dhe zërë motra, tani kam kënaqësinë që ta ftoj me një duar trokitje dhe me respekt shumë veçantë një personalitet të letrave shqipe që është bërë shumë i dashur për ne. Po bëja shaka që parë me zonjën e tij dhe thashë keni bërë Amerikën si Tiranë Durrës. Faleminderit Bujar Hudri që keni kryer një revolucion në gatën tonë duke na sjellë letërsinë më të mirë shqiptarëve të huaj.
duke kontribuar jo vetëm intelektualisht për këtë komunitet, por të kontribuar për mendjen, për shpirtin dhe për zemrat liridashëse dhe libradashëse të komunitetit tonë. Faleminderit me njohje nga zemra. Fjala për ju. I dashur Tonin, zonja dhe zotëri, nuk rri pa thënë që Sokoli ma vështirëson gjithmonë fjalën hyrëse, sepse këtë më shumë se ç'duhet për mua dhe këtë nuk e them modestisht, por si një realitet. Unë është hera tretë që jam në këtë sallë dhe gjithmonë kur jam pranë këtij flamuri të famshëm të kësaj organizate legjendare që ka mbajtur ju gjallë dhe që ruajti atë Shqipëri. Për koincidencë doja t'ju kujtoja që sot ka ditëlindjen e një nga kryetarët e saj, Fajkonica, 15 mars 1875. Është një koincidencë e bukur për Pashkun, për Toninin dhe si shta dhe Frani për 35 vjetorin e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Ndoshta s'janë rastësi. Të vim tani tek botimi I librave. Është një emocion krejt e veçantë këtu në këtë sallë, mbasi unë një promovim të tillë kam bërë në Tiranë dhe në Prishtinë. Afërmes s'mund të jetë e njëjta situatë, kur tashmë kalimi I kufirit është një gjë krejt normale dhe brezat kanë ndryshuar, jeta ka ecur përpara dhe ai dramaticiteti të mëshëm I madh nuk parandjet më në Shqipëri, edhe në Kosovë. Dhe me të drejtë tha zotëri Tonini që nuk u dënuan krimet siç duhej. Madje ajo që mua më shkon në mend tek thelbi I këtij libri është se si ti kërkon ndjesë dikujt që ti nuk I ke asnjë faj. Kjo është kulm, kjo është shumë hinore. Dhe këtë e kemi një personazh të gjallë Tonini këtu. Kur në Shqipëri askush nuk kërkoi falje. U fshet gjithë mbas ligjit të kohës. Por ndërgjegje njerëzore nuk kishte, dhimbje njerëzore nuk kishte, dashuri për jetën e tjetër nuk kishte. Si duket, kjo periudhë e vështirë e ka vështirësi. Kjo që nuk ndodhej në 91-shin, kjo jep efekte sot në shoqërinë shqiptare. Dhe ju e dini më mirë nga të gjithë. Sepse shifrin nga larg, me dhimbje, me qortim, dhe shikoni rrugën kur keni ardhur me arratisje, keni ardhur tani normalisht. Keni ardhur, jeni larguar nga vendi juaj I dashur dhe ju morën në mbrojtje të tjerë njerëz, si ishin shqiptar. Pra drama të tilla nuk harron kurrë. Dhe më vjen shumë keq që shoqja shqiptare kur ndërgjegjësua. Them edhe drejt Lorieta, ka institut krimesh. Janë krijuar formalisht gjëra për të thënë që çdo gjë ekziston. Por kur nuk u vënë në vend ajo që do I vend dinjiteti njerëzor. Se nuk them mbrapshmërinia që jetë që humbën, jetë që u shkatëruan, por nuk ju tha një fjalë, një ndjesë nuk u kërkua. Vin tani tek autori I dashur tek Pashk Camaj. Jam I lumtur që kam mik, është ndër autorët e rrallë që tani po rasti botues. Që ti e njëjtëson veprën me autorin. Nuk parandosën në fakt. Madje shpesh thuhet që tjetër autori, tjetër shkrimtari që di të hiqet ndryshe ose vepra e tij apo shkrimtari të hiqet, unë ndjej një lloj uniteti të veprës dhe të autorit. Dhe nëse ka pas sukses në të dy librat, është pikërisht është shpirti I tij, mendja e tij, ndershmëria e tij dhe është një gjë që unë shpesh ja them Pashkut,
Ka ardhur këtu djalë 20 vjeçar dhe ka marrë më të mirë nga ky vend i mrekullueshëm ku keni fatin të jetoni. Është një përkryerje. Është një përkryerje njerëzore që ti arrin të gjesh tek tjetri, të zbrosh ke tjetri ato që tjetri nuk e di, po e ndjen, por nuk di ti shprehë. Me librin e tij të parë Pashku kishte rrezikun, ishte krejtësisht i panjohur. Kishte rrezikun që fliste për vetën e vet. Kishte rrezik shumë i madh sepse në këtë botë të sotme është vështirë që ti të imponohesh me jetën e ndërtanishme që ti ke. Por e kaloi kaq bukur këtë gjë, sepse nuk vuri unin, nuk vuri vetën e vet, nuk vuri mburjen, nuk u mburi se çfarë kishte arritur. Pra i diti të jepte krejt jetën se si një brez i tërë, se si e kaluara ishte përthyer në mendje dhe shpirtin e tij dhe i diti ta jap, ta kaloj me sukses atë provë të vështirë që një vepër që shënon jetën e dikujt, ti ta bësh pronën e të gjithëve. Kjo është vështirësia kryesore, sepse secili në këtë botë mund të shkojë një libër, secili nga ne ka librin e jetës së vet. Absolutisht. Por problemi, dallimi është nëse libri që ti shkruan ka interes tjetri, ka interes shoqëria, ka interes historia, dhe kjo është një dallim i madh dhe kjo dallon shkrimtarin nga njerëzit e tjerë. Vim tek libri i dytë, që ishte një vështirësi edhe më e madhe se si do ta kapërcente. Madje të jemi sinqert, unë i kisha vënë re ato aftësitë për shkrimtari që Pashku i kishte treguar me librin e tij të parë, por romani është një çmenduri të thuash, sepse romani nuk është një poezi në kuptimin që shpesh dëgjojmë edhe i duket gjë kollajshme, ajo ka poezia ka të vetëm, se kemi Leshanaku këtu që jo çdo kush mund të shkruaj poezi, pavarësisht shkruajnë shumë veta poezi. Kurse në rastin e romanit, vështirësia për Pashku ishte se kishte një prototip, kishte njëri të gjallë, kishte një histori që dihej, kishte një histori që si fillonte dhe mbaronte. Dhe se si ti ta bësh të kurioze për publikun, kjo është një gjë që unë nuk besoj se Pashku do të arrijë. Madje shpesh kemi biseduar rrugës në shumë shtete ku kemi qenë për promovuar librin e tij të parë, dhe duke i ditur se çfarë vështirësie kishte përpara, nuk mund ta mendoja kurrë që do vinë një ditë sot që në këtë sallë një botuesi tjetë përballë lexuesit, tjetë përballë autorit, po tjetë përballë personazhit të librit. Kjo është një gjë krejtësisht e rrallë. Madje gjithë kjo duket si një film, duket shumë kurioze, shumë autentike, shumë e rrallë si një ngjarje, sepse doja t'i thoja Tonin i dashur, ke fatin më të madh që je një personazh letrar në një roman, në letërsi. Shumë mirë mund të kishte vë Pashku një monografi për Toninin, edhe ndoshta edhe zota lexonin kush. Dhe zot rrënjosin mendjen e njerëzve, sepse janë bërë me qindra monografi të tilla të mërzitshme, shablone, stereotipe, kopjon njëra tjetrën. Po që të bëhesh një personazh letrar, me mish, me gjak, edhe ajo shqetësimi që Toni thoshte, unë nuk jam imagjinar, s'është fare, dhe i dashur Toni ta thuash, e parë punë se ke emrin aty, që është gjë më e bukur të ka rritur emrin. Një emër shumë i bukur, të një jetë të bukur që ke pasur, dhe që shiqur ke shëndet, të shohim të gjithë, e gjitha kjo duket si një lloj, një ëndër, do të thojmë, se si Pashku ka arritur që të përjetësojë në faqet e librit dhe ne të lexojmë si një personazh. Të gjithë lexuesit kur nuk do ta dinë që jeni ju mbase, por ju e dini që jeni ju, dhe ky është fati më i bukur që Pashku Camaj jo ka lënë. Përveç 100 vjetorit që të tha Sokoli, këtu i ke përjetësinë. Sokolit ka dhënë përjetësinë. Ndoshta u zgjalla shumë,
dohet flisë shumë gjëra, nuk thuan të gjitha, po ajo që do them është ju dua shumë, prekim shumë nga sjellja juaj, nga vëmendja juaj ndaj me për kushtimi që shoh që kurse kam ndier, dhe pikërisht kjo dashuri, kjo lidhje me Pascamaj më ka bërë që unë të kem të tjera ëndra që të mund t'i realizoj. Ndoshta tani ka ardhur koha që ato të realizohen, siç bëm 10 panajin e librit, do të kem një panaj libri po këtë vit, që libri shqip kudo të botohet të jetë këtu tek ju, tek lexuesi më i mrekullueshëm që ka lehtësia shqipe, sepse ju keni pikërisht atë dashuri të vërtet për vendin tuaj që rrallë se do ta gjeni ndot. Dhe pikërisht kjo letërsi, libri shqip do të gjende pikërisht lexuesin e vërtet këtu tek ju. Dhe për këtë unë jam i lumtur që të kontribuoj dhe që të kemi sa më shumë takime të tilla ku libri të jetë një nga temat tona të vazhdueshme. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe mirënjohje sërish të dashur bujar. Tani, përpara se të japim fjalën për të përmbyllur aktivitetin Dr. Camajt, kam dëshirë të ftoj një piktor dhe skenograf, Astrid Tota, i cili ka një dhuratë për Dr. Camaj. Mirë se vini, Astrid. Si gjithë ju i emocionuar, një aktivitet që me të qenë shumë ndërlidhës. Vatra e Fanolit dhe Sala Nën Teres e Kishës të Don Pjetër Popaj. Kjo lidhje na emocionon besoj të gjithë. Dakor? Në emocionuar dhe unë për zotin Pashko Camaj, njëherë sekretar, ndërkryetar të Vatra, doktor i arsimuar në Amerikë, nga një familje patriotike e madhe, u mundova të bëj dhe një skenografi, ose të plotësoj diçka në këtë presidium të mrekullueshëm në këtë pjesëmarrje intelektualësh, e them me gojë plot, janë intelektual, duhet të ishin më shumë, po pjesëmarrja juaj mua personalisht më gëzon shumë. Munda të bëj një portret, sikur më mungonte me këtë skenografi. Dhe ku kam një portret. Hajde pas të pritëm, Dr. Camaj, hajde në sken, ju lutëm. Heroj madh i zonës tuaj. Faleminderit. Faleminderit dhe mirënjohje mjeshtër në Astrid Tota. Motra mbërrim në fundin e promovimit të një vepre të shkëlqyer sa letrare sa historike, një vepre për cilën ka nevojë shoqëria jon, ka nevojë ndërgjegja jon, ka nevojë historia jon. Tek jeta e Tonin Mirakaj, tek aratisja e tij, shumë personazhe në këtë sallë gjendet vetëm. Pranaj Pashko ka lënë një testament të gjallë që vjen në mënyrë më profesionale të mundshme, me dedikim dhe përkushtim veçantë nga shtëpia botuese Onufri. Mirënjohje Bujar Hudri. Të dashur vëllezër motra, në përfundim të promovimit kemi një koktejl të përgatitur nga shtëpia Onufri dhe në fund të savës janë libra të cilat kushtojnë $20 një kopje. E presim një dorëvitje të fuqishme për të thënë fjalën e fundit pas të Camaj. Faleminderit se bëni moderim mrekullueshëm, por ne kemi mësuar në Vatër.
ku m'ja fillua, nuk do me fol gjatë sepse kanë fol tjerë para metë, por do me një falendrim veçantë gjithve panelistëve që folën aq bukur, aq në mënyrë elokuente. Ka herë mendoja për ka po flasin, se sigurisht nuk jam të folë për mua, po faleminderit për gjitha këto fjalë, sepse tash më japin edhe kurajo dhe të shkruaj librin e tretë. Ashtu që Manju. Bujar Hudri, faleminderit për gjitha, natyrisht tash jem shok, jem miq. Jam një mase i kënaqur, një mase i gëzuar, i lumtur që jem në atë horizont, në atë botën të letrave tua. Shtëpia botuese Nufri për mua ka qenë një ëndër, dhe kjo është një realizim i një ëndre të pa imagjinueshme, që unë librat e mi të botohen nga shtëpia që boton Ismail Kadareni e matë shumë autor tjerë. Pra është një kënaqësi jashtëzakonshme. Faleminderit shumë për këtë. Shënim, tashu du të rrim dherë prapë se nuk je imagjinar, je real, je aq real sa dhe shumë tjerë. Unë, kur fillova me si koncept, nuk du me folë për librin se kene me lexuar të folë në dhe tjerë, por vetëm du me folë pak për pse ku marrë të këj libër, pse ku shoj libër dhe pse kam bashkë pikrisht Tonin Mirakaj në qendër këtij libri. Unë kom ujë me shkollet të familjarë të mi të më të afër, kam mis nga Kelmenit, po për të njëjtën rrugtime kanë kaluar, por Tonini më ka ngreh pak më tepër se kur ma tregova të më rrëfye se si kanë kaluar dhe mënyrën se ishte 20 vjeçar me 4 motra me një vëlla, me babën që u kishte vdek në Kosovë. Ishte si një Golgot, një roman si e pash, ashtu parasysh, si ma tregova dhe e pash atë vujtjen shpirtënore që edhe pse kishte ardhur në Amerikë, edhe pse kishte jetuar ëndrrën amerikane me një kontribut të jashtëzakonshëm këtu në këtë vend, e tha edhe më parë dhe Pietri. Dhe kur e pash, disesi e pash se e gre mrapa diçka. Nuk më tregonte, po e disha se ai vendi e gre mrapa, ajo lindja për ata që ka lan, duke menduar se, duke ditë se kur a larguar se cili prej shqipnit, liria ati i ka kushtu dikuj tjetër diçka. Dhe unë mu desh të krijoj diçka dhe krijova Markun, aja është imagjinar, është krijesa e mia, por suksesi besoj është më i madh kur ja tregova Toninit dhe tashti Tonini beson që Marku është në fakt real. Dhe kjo është një njeri real. Pra në librin tim është imagjinar, por marka në Shqipëri fatkeqësisht kanë pas shumë, më tepër se shumë, që kanë vujt një Golgot, një tmerr të pa imagjinueshëm. Dhe unë përmes Toninit pak e kam përdor jetën e tij për mazhdash mulla jetë atyre, sepse është lehtë të flasim për veten tonë, për arritjet tona, për sukseset tona, por duhet të flasim për ata që s'kan fjalë, dhe ata që s'patën fjalë ishin në Burrel, në Spaç, që vujtën me Markun imagjinar, që ishin me mijasish. Pra për këtë unë e shkrova dhe qëllimi ishte një farë rekoncilim. Një rekoncilim që ndoshta ka munguar, një paqë në kohën tonë, sepse ke vujt shumë. Dhe një rekoncilim jo për revanshizëm, jo për marrë gjak, jo për marrë hak, jo për t'ja kthyer atij me tmerr. Por ta kalojmë atë tmerr si kom, si popull që jemi, edhe të shohim përpara, duke ditë se kush qartë e mirë, kush e shkaktoi lindjen, kush ishte ai që shkaktoi lindjen dhe kush ishte viktima. Në popullin tonë e ditëm shumë mirë se ishte qeveria komuniste, Partia e Punës, ishte Enver Hoxha. Dhe për këtë është dashur që të flitet. Ja u na ju që të lexoni, ta shihoni, ju falenderoj gjithëve nga zemra, me shpresë që takohemi gjithmonë. Faleminderit Federatës Ballës për krahun në këtë drejtim sepse kam kryetar në dia, se falenderoj më parë, por faleminderit gjithë që keni ardhur. Tash ti pritni deri librin tjetër, mos shkoni ka se shpejt edhe i tretë. Ju faleminderit gjithë dhe ju dua. Faleminderit shumë. Faleminderit Pasko Cama, ju lutem ju presim në koktejl dhe librin me autograf në fund të sallës. Mirënjohje të gjithëve, faleminderit nga zemra.